pse nuk ikin këto gra? Pse nuk ndahen? Pse rrinë e durojnë kaq gjatë në një marrëdhënie të dhunshme me një partner që i torturon vazhdimisht? Kjo është pyetja më e shpeshtë që vjen nëpër komente e biseda pasi dëgjon shumë rrëfime grash të këtij programi. Kjo ishte në fakt pyetja që ndesha në komente pas historive dramatike të episodit të kaluar mbi xhelozin patologjike. Kam një surprizë për ju. 736 milion gra, ose 1 në 3 gra, ka përjetuar të paktën një herë dhunë nga partneri. Gra të pa shkolla, gra me doktoratur, gra nga familje të thyera dhe gra nga familje solide, gra të pa puna dhe gra që drejtojnë kompani, gra besimtare e gra ateiste, gra të bukura apo gra më të zakonshme, gra elegante dhe gra të shëndetshme, gra të famshme e gra të panjohura. Dhe nga këto qindra miliona gra të çdo origjine, rase, ngjyre e feje, a e dini ju se sa përqind largon nga një marrëdhënie me njëherë pas sulmit të parë fizik? Vetëm 20%. Më pak se çereku. Po të tjerat pse rrinë? Sepse nuk ikin dot, ose nuk e din që duhet të ikin. Sepse është e lehtë të gjesh zgjidhje në rrjetet sociale, në konferenca, në panele pasditeje, duke thërritur ikni moj gra si duroni, pa ditur se kujt po ja kërkon këtë. Po ja kërkon një vajzë të rritur nga një nënë që i ka mësuar me sjelljet e saj që martesa nuk prishet dhe burri durohet kokulur. Po ja kërkon një gruaje që ka sakrifikuar punën për të rritur e mbajtur fëmijët. E tashmë ka frikë se nuk do të ketë as mundësi për të rritur fëmijët vetëm, kur minimumi, pra vetëm qiraja një shtëpie të thjeshtë është sa rroga minimale në Shqipëri. Apo po ja kërkon një gruaje që ka pasur armët e koka nga një partner paranojak, i cili thotë se ndarja zgjidhet vetëm me vdekje. Po ja kërkon një gruaje të rritur në një familje me rregulla strikte fetare që ndalon tërësisht divorcin. Apo po ja kërkon grua së një burri të fuqishëm që i kërcënon me pasurinë dhe lidhjet e tij në gjykatë se mund t'ia marrë fëmijët. Po ja kërkon një vajzë që shpreson se partneri do të kthehet siç ishte në fillim, ashtu i ëmbël dhe i dhëm pasaj. Një vajzë që mban ende kujtimet e muajve të parë të dashurisë dhe e fal, sa era i qan e përgjërohet pas një episodi dhune. Po ja kërkon një gruaje të cilës i është bërë lavazh truri nga një partner që e fajson për gjithçka dhe e bën të dyshojë tek vetja. Po ja kërkon një gruaje të rritur në një vend ku vetëm këto 5 vitet e fundit denoncimet ndaj dhunës po merren seriozisht. Po ja kërkon një gruaje të lexuar e të informuar që e di se statistikisht 75% e vrasjeve ndodhin menjëherë pas divorcit apo ndarjes, ku abuzuesi nuk ka çfarë të humbas. Apo po ja kërkon një gruaje që ka frikë të flasë për çka ndodh me frikën se do të paragjikohet e përgojohet, siç ajo di se janë paragjikuar e përgojuar me 10 të tjera në mjedisin e saj. Po ja kërkon gruas që sado sot të jemi në një shoqëri shumë më të zhvilluar, vazhdon të jetojnë në peshën e paragjykimit dhe në presionin për të qenë dhe nënshëmbullore dhe pavarur financiarisht. Me kë nxesh kur i bërtet ik moj si rri, se s'të ka ndodhur ty nuk do të thotë se ti je më i mirë. Dhe nëse të ka ndodhur e ke ikur që në sulmin e parë, prap nuk do thotë që je më e mirë. 750 milion gra në të gjithë botën nuk e meritojnë atë çfarë kanë kaluar e po kalojnë. 1 në 3 gra është goxha shifra alarmuese, por e vërtet. 1 nga ato 3 gra mund të jemi 1 nga ne këtu në studio, apo pas kamerës. Dhe nëse si jemi mund edhe të bëhemi. Nga ta dim ne se kë dashurojmë. Nga ta dim ne se ai njeri që vjen në jetën tona e na jep vëmendje dhe përkujdesi që na mungon, një ditë do të bëhet armiku ynë. E nga ta dalloj një 20 vjeçare e dashuruar dhunuesin e saj të ardhshëm. Mos ka gjë ndonjë manual. E dim ne që mund të jetë edhe ai bukuri, edhe ai me shkollë, e me familje të mirë. E dim ne që mund të jetë edhe ai suksesshëm, edhe ai qeti, edhe ai romantiku që të surprizon në format më të mrekullueshme. E jo nuk kemi nga ta dim, dhe kur e mësojmë ka 1000 arsye pse s'largohemi menjëherë. Vendimet nuk vinë aty për aty, por janë pasojë një procesi dhe jo çdo proces është njëjtë. Janë 735 milion gra me 735 milion mendime, eksperienca e mundësi të ndryshme. Fatkeqësisht një pjesë e tyre ka bërë pakt me zgjedhjet e tyre. Të tjera as nuk e dinë që jetojnë në një lidhje të pashëndetshme. Por janë edhe ato që vendosin të na shkruajnë e të na telefonojnë. Ato që kanë marrë vendimin, ose ato që kanë nisur të zgjohen e të mendojnë për veten dhe jetën e tyre. Gjëja e fundit për të cilën ky vend, kjo Shqipëri, ka nevojë në 2025-ën janë akuzat dhe gishtat e drejtuar ndaj viktimës. Ne kemi nevojë për të kuptuar. Sa më shumë të kuptojmë, aq më shumë do të mirë kuptojmë. E aq më shumë do të shpëtohen. Kështu që ta mbyllim këtë monolog me një shprehje të famshme TikToku. We listen, we don't judge. Ishte pak e gjatë. Pëlqeu?
Se di, në fakt isha shumë e frymëzuar që në mëngjes sot edhe kur po dilja nga liçeni, fillova ta ndërtoj si monolog sepse njerëzit shkruaj sidomos tek këto historitë ishin gjithë kohës, edhe pse ishin histori të kaluara, se janë dhe të pavëmendshëm të kuptojnë tamam kohën kur ka ndodhur ai gjëja, ishin nik pse sikën, kupton? Edhe kjo ishte për xhelozin patologjike, por edhe gjatë divorcit kishte momente që dhe unë isha gjithë kohës për historinë e dytë që po kjo pse sikën, po kjo pse s'ka ikur akoma, kupton? Kështu që ka dhe një pyetje, se këtë pyetje kam pas dhe unë, që ka dhe një arsye pse sikin, edhe sikin shumë, 20% vetëm ikin, ndoshta edhe më pak, po shumica nuk ikën, kështu që njerëzit shpresojnë, ose kalojnë atë trauma bond. Nëse ai ishte temë tjetër, ne do futemi sot të flasim do rikthehemi imigracionit, por prompterin ma ish pak lutem. Po komente që do shkruajnë për faktin që lexon në prompter, të bezdisin? Komente që pse lexojnë në prompter. Po nuk ka problem sepse unë e shkruaj vetë. Edhe unë nuk ja dal dot në ditën time, si ja dal dot, me gjithë ngarkesat të memorizoj atë, nuk e bëj dot. Por e rëndësishme është që unë e shkruaj vetë, nuk e di kam në një kamera këtu, pra këto janë shkrimet e mia. Edhe ChatGPT-ja nuk është aq i mirë sa unë, me ato ndjesitë e mia. Gjithsesi, Juli, ma silli kafe të lutem. Do kafe? Okej. 2 kafe, 2 ama, please. Më duhet pak kafein, se me që kam edhe Kristin këtu kamerën, ky program regjistrohet, fillon në regjistrimin në orën 7, ndërkohë që të enteve transmetohet, ne fillojmë regjistrimin e episodit tjetër. Dhe duke qenë se episodet siç e keni parë janë të gjata dhe ne mundohemi që të reduktojmë, të pastrojmë, të editojmë ca gjëra, do thotë që nëse ju shihni një program 2 orë gjysmë 3 orë, këtu me gjithë lidhjet e telefonave çdo gjë, këtu ka shkuar 4 orë, pra duke filluar nga ora 7 me vonesat e vogla çfarë mund të ndodhi përgatitjet, ne mbarojmë herën e kaluar mbaruam për divorcin në 12 natës, në 12:20. Kështu që na duhet shumë kafeinë, edhe un kam kafen time që dua shumë të amës, dhe ama ta dish Tiona është një nga mbështetësit e mia më të mëdha, më ka mbështetur që në prodhimin e parë timin, edhe unë kam një ndjeshmëri dhe kam shumë afërsi me kompanitë që më kanë mbështetur edhe në kohën kur unë krijoja gjëra që njerëzit nuk i dinin se që do bëheshin suksesshme apo jo. Ata e ndjen edhe më mbështeten, edhe unë jam shumë faleminderit dhe gjithmonë shkoj tek partnerët e mi më të mirë. Dhe më pëlqen shumë që edhe kur nuk kanë ndërmend, nuk kanë fushata marketingu, thon jemi me ty, edhe është një gjë e mirë që edhe këtë program ta mbështesin shumë sponsora dhe një prej tyre është Ama. Ne fillojmë, mos harroni që nga statistikat tona ju na shihni, unë i falenderoj shumë për gjithë komentet tuaja, ju falenderoj shumë për të gjithë historitë që ndani me ne. Ky program bëhet vetëm nga ju, por nga statistikat tona 30% e juaja janë të të abonuar, subscribed në kanalin e Andales dhe do na mbështesit akoma më shumë nëse do bëni subscribe në kanal. Sa më shumë subscribe të kemi, aq më shumë do të qëndrojë dhe ky emision gjatë në treg. Faleminderit. Në programin e sotëm ne kemi vendosur që t'i rikthehemi prap emigrimit, por këtë radhë emigracionit dhe familjes në vendlindje, pra emigrantëve dhe lidhjen e tyre me familjen në vendlindje, që përtej dashurisë ka edhe shumë problematika. Problematika të cilat ti jona i ke cekur herën e kaluar kur flisni për emigracionin dhe po thoje që ka dhe shumë trauma aty nga emigrantët, ndjen sikur ka shumë detyrime ndaj familjes ose dhe keq përdoren apo shfrytëzohen nga familjet. Megjithatë, unë doja ta nisja pa folur asgjë, doja ta nisja me një voice. Një zonjë e cila për shkak të orarit, që mos përputhjes së orareve, nuk mund të vinte sot dhe të fliste me ne, por na la këtë voice dhe ajo quhet Matilda. Matilda thot që ndihet si bankomat. Ka 9 vite në Itali, madje aq shumë ndihet e shfrytzuar ose e shohin që pra si thua edhe keq kuptojnë për faktin që jeton në Itali dhe patjetër duhet të ketë shumë lek ekstra për të dhënë dhe ajsa familjarë kanë thënë që pse po bën fëmijën e dytë, më mirë puno që të bësh më shumë lek, që edhe ti të kthesh lekët. Dhe ndërkohë dhe prindrit ankohen që ai nuk çon lek. Nuk ankohen tek ajo, po ankohen për familjarë të tjerë. Le të dëgjojmë audion edhe rikthehemi prapë. Vita në emigrim më mësoj shumë gjëra, më mësoj se si të jem e fortë, por njëkohësisht më mësoj dhe një të vërtet të hidhur. Sipas mendimit tim, jo të gjithë ato që janë që i ke gjak ose që i ke të afërt, të kuptojnë apo të vlerësojnë sakrificën tënde. Për mendimin tim, dashuria nuk matet me lek,
dhe ndihmat nuk duhet të kthehen në detyrim ndaj tyre. Unë i dua shumë njerëzit e mi, por tani kam vendosur të kem kufi. Nuk mund të jap gjithçka nga vetja, duke harruar veten apo familjen time që kam krijuar. Emigrimi nuk është pasuri. As emigranti nuk është pasuri. Emigrimi është një luftë e përditshme, vetëm emigrantët e kuptojnë këtë. Dhe realisht, po nuk punuan fort, nuk ja dalim dot. Emigranti duhet shihet si një njeri që ka ndjenja, që lodhet, që edhe ai pret me shpresë realizimin e diçkaje, një plani apo dhe ka nevojë të marrë respekt dhe dashuri. Dhe jo vetëm të jetë një zyrë ankesash ku njerëzit ankohen vazhdimisht për pakënaqësitë e tyre, që kërkojnë vazhdimisht para. Ti thua një emigrant i 35 vjeç që nuk e ka filluar jetën akoma, që ka po sakrifikon shumë për t'ia dalë. Ti thua shiko se ti je i ri, edhe ti e ke jetën përpara, po ne çfarë bëjmë se jemi të vjetër edhe na duhen lek? Kjo është për mua është një vrasje, është një vrasje sepse ti luan me ndjenjat e emigrantit. Unë e kam vrej që njerëzit atje në Shqipëri ose familjarët tanë luajnë shumë me këtë gjë. Në fillim edhe unë nuk e kuptoja, sepse normale nuk e si e kupton, mendon se vërtet prindi jot e ka marrë malli për ty, i mungon edhe tjera, por derisa erdhi një moment që gjërat dolën sheshit. Dolën sheshit jo se mi thanë drejt për drejt, por nëpërmjet njerëzve të tretë. Për shembull, po, ajo pse e bëri fëmin e dytë, mirë kishte vetëm një të punonte, na çonte lek ne, sepse ne kemi dhënë shkollën asaj. Kjo për moshë të merë, domethënë. Është një gjë që më dhem shumë. Është diçka që ti nuk din se si ta menaxhosh, përveç se të vesh kufi edhe të thuash, "Okej, kjo është jeta ime, këto janë fëmijët e mi, kjo është familja ime" dhe mendon se jeta ime edhe familja ime që unë kam kriju ka më shumë vlerë se sa ajo që ishte e origjinës, sepse fundja ajo e origjinës, unë jam familja, isha pjesë e familjes së prindërve të mi, ama fëmijët e mi janë pjesë e familjes time. Është gjynaf ta shohësh emigrantin ose emigranten vetëm si një bankomat. Jam zhgënjur shumë sepse nuk e prisja. Unë akoma ruaj një dashuri të pastër për njerëzit e mi. Matilda thotë që ruan një dashuri të pastër, por dashuria e pastër nuk mjafton ka. Sipas saj, nuk mjafton fakti që njerëzit duan njëri tjetrin, në qoftë se nuk përkthehet edhe në kontributa. Tha diçka në rrëfimin e saj që në fakt shumë shqiptar nuk e kuptojnë. Ajo tha, pra dje i ofenduar që ishte përmendur fakti që ata kishin paguar familjar për studime dhe kjo duhet t'ia kthente. Ndërkohë dhe mua natyralisht më duket se këshillimi i rritur që ta kuptojmë që duhet t'ia kthesh prindit. Ose kujdo që të ka paguar në një farë mënyre. Pra, unë po të paguaj tani me këto mundësitë që kam dhe shumë prindër realisht nuk është se janë sajuar, pra ne në Shqipëri sajohemi për të gjetur ato lek. Kjo ka qenë gjithmonë çudia e këtij vendi. Kemi histori emigrimi si kom. Jemi sajuar sa të gjejmë ato lekët, kështu që shumë emigrante kanë marrë të mirëqen. Jo shumë, po gati gjithë shqiptarët e kanë marrë të mirëqen që do t'i kthejmë brapç kontributin prindërve, dhe sidomos kontributin e investimit dhe financiar të shkollës. Ndërkohë që Matilda do të vë kufi dhe këtë që thotë jam shumë e sigurt që shumë të tjerë do thonë, "Ore, ç'është kjo vajzë?" Apo ja. Kjo dinamik që Matilda prezantoi ndodh shumë tek familjet me tendencë manipuluese, domethënë manipulojnë. Çfarë do thotë manipulosh? Manipulosh do thotë ti vendosësh fëmijës, personit, ndjesi, sjellje, ndonjëherë edhe bindje se është person që duhet të bëj atë që unë i kërkoj. Nëse nuk e bën, ose nëse e bën, atëherë unë i jap një lloj ndëshkimi që mund të jetë edhe ndjenja e fajit. Dhe po të shikosh, kemi shumë persona të rritur sot që kanë ndjesi faji shumë të lartë. Dhe kjo vjen nga familja, nga origjina, pra aty fillon e gjithë çështja. Po nuk është vetëm ndjesia e fajit, por ne kemi edhe çrregullime, kemi edhe shqetësime mendore që e pasojnë këtë ndjesi faji që personi akumulon brenda vetes dhe i jep këtë lloj përplasje me realitetin ku familja duhet të japi një lloj
ambientit të ngrohtë, dashuri, kujdes, nga ana tjetër shikon dhe përballen me këtë realitetin tjetër ku Matilda është e vetëdijshme, ka punuar shumë, nuk e di se si e ka bërë, do isha shumë kurioze që ka arritur një vet, ndërgjegjësim, vendosja kufinsh, shumë të mirë, domethënë edhe më pëlqeu shumë ajo që tha, familja ime që kam krijuar është prioritet, dhe unë shpesh e them këtë në terapi, domethënë nëse ti ke marrë përsipër të krijosh një familje, ajo bëhet prioriteti yt. Nuk është më familja origjinës, është, por ka një vend dytësor. Shiko, okay, e kuptova. Po kur thua ti që familjet në vendlindje mund të ndodhin që janë manipuluese, kam një pyetje. Dhe këtu po luaj dhe avokatin e djallit në një farë mënyre. Po pse themi që janë manipuluese dhe nuk themi që ato nuk ka mundësi realisht, pra dy prindër pensionistë me këtë lloj pensione që janë këtu, mund të ketë një familjar të smur ose të pafuqishëm ose aq sa mundësi kanë, pra mund të jetë një familje edhe me ndonjë ambicie të lartë ose nuk ka pasur mundësi të koleksionojë shumë para ose ja ka dhënë vajzës, pse janë manipulues dhe jo thjesht janë një pjesë e këtij terreni kaq të komplikuar ekonomikisht siç është Shqipëria, ku është dhe pjesë e kulturës dhe ata nuk e dinë se po manipulojnë. Ata mendojnë që kështu është. Kështu është. Shiko, Dalina, ka fëmijë që e kanë dhe kënaqësi të ndihmojnë prindin, marr një lloj kënaqësie në momentin që ata mundet të plotësojnë disa ëndra të prindërve për të pasur një shtëpi, një makinë apo një lloj ëndre tjetër që mund të ketë. Kjo është pjesë kënaqësie dhe momenti manipulimit fillon aty ku ti e detyron fëmijën të ketë këtë ndjesinë e faj që sapo tham. Këtu është manipulim, sepse Matilda, nëse marrim rastin konkret, tha që unë dëgjova se nuk duhet të bëja fëmijën e dytë për të sjell para. Po, ajo ishte pra është edhe drejt për drejt në manipulim shumë direkt. Po, patjetër nuk ka dhe familje që nuk janë të vetëdijshme që po bëjnë manipulimin, sepse është e mësuar, traumë e mësuar që kalon. Por duhet të ndalemi t'i kthejmë gjithmonë pas dhe të kuptojmë se çfarë po bëjmë. Domethënë ndonjëherë egoizmi është aq i verbër sa ti nuk arrin të shikosh dëmin që i shkaktojnë fëmijës tënd. Prandaj janë dy realitetet edhe të ndryshme. Pra patjetër kemi nevojë, patjetër që emigrantët janë të detyruar në një farë mënyrë edhe kur nuk munden që të japin një kontribut për familjen, por është një situatë tjetër kur familja e përdor, pra e kthen këtë pjesën e plotësimit të nevojave me fëmijën që është larg edhe i kërkon në mënyrë, domethënë ndonjëherë dhe shumë të tepërt, pa nevojshme. Dhe unë kam raste konkrete këto. Edhe kjo që thot Matilda e dëgjoj shumë herë për fat keq. Do flasim kemi gjithë programet me raste konkrete të tjera. Unë her pas here gjatë programit do të hedh edhe ca fakte interesante, sepse emigrimi është një plagë e gjysmës së botës. Një fakt interesant, thonë në një studim të bërë në Spanjë, 60% e imigrantëve amerikano-latin, pra mbi gjysmën, raportuan ankth dhe depresion vetëm nga presioni familjarëve në vendin e lindjes. Dhe jo më kote vura këtë fakt interesant për të pyetur nga të gjithë terapitë që bën. Se normalisht ato njerëz që vinë këtu kanë diçka që i shqetëson, nuk është se mund të bësh një statistikë të saktë. Po ti e ndjen që mund të jetë kjo lloj përqindje edhe në Shqipëri? Patjetër që po. Origjina e shumë shqetësimeve në Shqipëri burojnë nga familja disfunksionale, që ka këto dinamika manipuluese, ka familje të cilët përdorin kriticizmin shumë të lartë, vendosin standarde që ti të jesh pjesë në mënyrë indirekte, ti jesh pjesë e familjes tonë, duhet përmbushësh këto standarde, edhe burojnë ankthi, depresioni, çrregullimi obsesiv kompulsiv, është shumë i zakonshëm, ajo ndjesia e perfeksionizmit, pra të jetë perfekt në çdo gjë, në punë, në jetën personale, edhe domethënë këto janë të pasojat e një familje që i krijon shqetësimet. Tek i pason. Dashuri me kushte. Dashuri me kushte. Do të kalojmë në një telefonat. Kemi në linjë Anetën, pseudonim. 32 vjeçë, punon infermiere në Gjermani në një spital shtetëror. Ka një punë shumë të mirë më në fund, se të gjithë kalojnë ato fazat e vështira, por thosë se ndjen një lloj detyrimi për të ndihmuar familjen dhe nëse nuk kontakton maman një ditë, ajo bëhet aq merak sa thotë do më heq fare nga familja, nga trungu familjes. E ndjen sikur prindrit dhe familjarë presin që ai të bëjë miliona në Gjermani një ditë. Dhe ndjen në presion. Dhe këtë presion thotë kanë dhe mikeshët e saj dhe madje njëra nga mikeshët e saj u ka blerë dhe prindërve shtëpi dhe mban gjithë familjen. Pra kanë presionin që fakti që ato kanë shkuar në Gjermani në një vend të zhvilluar, dhe ata mendojnë që nëse Shqipëria është këtu dhe Gjermania është kaq, dhe
leku i imigrantit, nëse këtu ka qenë kaq, do jetë kaq, do të thënë në raport të drejtë me Gjermaninë. Dhe ky është shqetësimi i Anetës, e cila prap thotë unë do i ndihmoj. Aneta, Përshëndetje Dalina. përshëndetje. Më thuaj pak, çfarë të mundon më shumë në marrëdhënien tënde me familjen, në pozicionin që je si emigrante në Gjermani? Në fakt, të përmend edhe ti, unë fakt jam vërtet e lumtur me jetën që kam këtu. Ndihem e realizuar. I vetmi shqetësimi im është familja, prindërit që jetojnë në Shqipëri, për faktin se nuk më kam para syve, me akosën shumë shpejt, siç e përmend edhe ti edhe në rast se unë nuk i telefonoj paktën një herë, thjesht nuk do jem më fëmijë e saj, në kuptimin që më heq komplet nga trungu familjar. Tani më fal, kjo vjen si shaka? Ta thos si shaka këtë apo? Ka ndodhur raste për shembull që e ka pasur seriozisht kur ka qenë shumë e mërzitur, shumë e stresuar. Dhe e kam vërre, të më unë vetë kam, si thua, e kam përjetuar atë, që nuk e kam më shaka, po e ka prej vërteti, dhe unë të hiqem e them, mos, kësa radhe ka prej vërteti, është vërtet shumë e mërzitur, edhe më duhet të jam më shpesh në kontakt me atë që ta qetësoj të paktën nga ana emocionale. Sepse e kuptoj fakti që jemi larg, ndoshta isha fëmia i parë që jam larguar nga familja, edhe për këtë arsye ka pas të vështirë që të mësohet me idenë që unë tashmë jam larg. Edhe nuk është këputur 100% nga ideja që unë jam fëmija i saj, edhe tani jam lartë, kam jetën time, po vazhdoj të eci, kam një karrierë, kam një punë, kam një shkollë, gjithashtu. Sa vite keni në Gjermani? Unë u bëra 8 vite në Gjermani. 8 vite, dhe 8 vite është njësoj situata me mamin tënd. Mund të them që kam ndryshuar për faktin se dhe vllai i vogël është në Gjermani dhe mund të them që ai është të përjetuar të njëjtin gjë që përjetova unë më para edhe vëmendje sikur është vendosur pak më shumë tek ai. Po gjithsesi prap kontakti vazhdon her pas here. Është i rëndësishëm për atë që unë të kem kontakt me atë. Të paktën disa herë në javë që ajo qetësohet emocionalisht ose më saktë ana mendore të jetë më i qetë që fëmijët e saj janë okay. Aneta, tani ti je në punë. Unë historia jote ka filluar në një vend që ishte pra në një provincë, ku ti nuk ishe shumë e lumtur, si gjithmonë ai përballje e parë me migracionin dhe pastaj avash ti je ngritur në detyrë, punon në një spital të mirë, mjekët kanë respekt për punën tënde, je zonja, pra gjërat janë përmirësuar dhe natyrisht këto gjëra i ndan dhe me familjen tënde në vendlindje në Shqipëri. Sa herë që ti për çdo fitore që ke, fitore të vogël në karrierën tënde, këtë besoj që e ndan, i thua mami, babi, po familjarëve që tani janë më mirë, më shtritur rroga etj. Ndërkohë që ti ndan këto gjëra, rritet dhe kërkesa, ke ndjerë që rritet dhe kërkesa e familjes, apo rriten pritshmëritë e tyre, ke ndjerë ndonjë ndryshim sa herë që ti si thua zhvillohesh dhe ecë përpara në karrierë? Prindet, fal zotit, e kam të dy në marrëdhënie puna dhe janë vërtet shumë mirë. Nuk kam pasur kurrë pritshmëri nga ana ime që unë të kontribuoj në familje. Vetëm pritshmëria e tyre është që për shembull i mat shpesh thot mas 5 vitesh ti do kisha arritur të kesh mbledhur kaq lek, domethënë financat e tua do jenë goxha të larta. Edhe do ishte zgënjim për atë nëse nuk do jenë realizuar këtë lloj pritshmëri nga ana e tij, nga ato. Nëse për shembull nëse unë nuk do kisha arritur diçka në Shqipëri ose të kisha bërë ku diun, kisha bërë goxha lek me blej një shtëpi në Shqipëri, ai do të ndjej zgënjur për faktin se mas kaq vite në Gjermani dhe nuk ka arritur dot të mbledhësh mjaftueshëm lek, me bëj një ku diun, të hapësh një biznes, të ndërtosh një shtëpi në Shqipëri. Gjëra të tilla, po që është vërtet, pritshmërit janë të tilla. Do me thonë, okay, po babai ku bazohen në këto llogaritje që bën pas 5 vjetësh? Për faktin e rrogës, se unë marrë, se normal jam goxha e hapur me familjen, i tregoj shumë shpejt shumë gjëra, qoftë edhe rrogën, edhe kur rritet, sa marneto, se si menaxhoj, ne kemi një lloj sistemi menaxhimi para që unë kam hurazuar nga imat, edhe ai para shumë e di pjesën e kursimeve të mia, se si unë funksionoj. Nga kjo bazohet ai që ka dhe pritshmëri të mëdha. Okej, do me thënë ti ndan edhe pjesën jo vetëm rrogën pra mujore sa e ke, po i thua prindërve që unë kaq harxoj për qiran, kaq harxoj për shpenzime të përditshme, ujë drita, pra i din dhe këto, kanë kontroll mbi financat e tua, si thua, kanë informacion të plot. Jo informacion të plot, si që përmëna me parash një sistem i huazuar nga im atë që është 20-60% like 20% për kosto fikse, 20% për diçka tjetër, 60% për kursime ose
si thua, shpenzimet e lira. Edhe pak a shumë duke ditur që si është rruga ime, ata e dinë se si kam kursimet tonë, normal, nuk janë aq si mund thuash në kuptimin shumë invadues në jetën time personale, qoftë nga ana rrogës, por që ka një pikpamje, një pamje të përgjithshëm të situatës time financiare, paktën kursime. Po ti Anita ndjesh në presion për këtë fakt që duhet të kthesh mas 5 vitesh duhet të kesh bler shtëpinë apo të hapësh biznes në Shqipëri? E ndjej si presion personal, normal, e shikoj që prindërit e mi e kanë të lloj pritshmërie dhe e ndjej pak a shumë pak presionin mund të them, se normal për mua është arritje më e madhe nëse unë të arrija diçka të tillë, të realizoja një gjë të tillë si femër që jam, e vetme, është pothuajse pamundur në ditët e sotme, ku nuk ke një mbështetje tjetër. Por më shumë ndjej si detyrim moral. Okay. Për faktin se sa ata kanë sakrifikuar për mua. Në të pyes edhe nevoja jote është që ti t'ju japësh këto përgjigjet se çfarë ndodh në jetën tënde, ekonominë, pra i ndjen si nevojë vet, përveç faktit që prindërit e kanë si nevojë. E ndjej si që përmenda, më shumë është diçka morale që unë jam vërtet e lidhur me prindërit e i tregoj atyre, jam kaq e hapur edhe me këtë pjesë që edhe ata të kenë një pikë të një pamje të përgjithshme të jetës time, se si unë funksionoj, se si jeta ime funksionon, si është këtej, edhe marr mendime, këshillohem më shumë. Mund ta them që është më shumë pjesa këshilluese që është më e rëndësishme për mua se sa çdo pjesë tjetër. Duke ditur që me atë është vërtet i suksesshëm, në pjesën e financave është si pikë referimi për mua. Anita, një pyetje, se nga historia që kishe rrëfyer për Elonën, përmend edhe mikeshat e tua. Dhe një prej mikeshave kishte bler dhe shtëpi prindërve. Jeni të gjitha vajza e para, jeni të gjitha vajza single? Po. Dhe këto mikesha domethënë që kanë bërë kaq kontribut të madh në Shqipëri? Dhe vajza është single, po është vërtet që ajo ka kontribuar në blerjen e një shtëpie për babajnë e saj dhe nënën e saj, një pjesë, nuk mund të them komplet, sepse ajo dhe tregon ose referon, që në atë shtëpi jetojnë bashkë me vllajën dhe nusën e vllajit. Domethënë janë 4 anëtar familjes që jetojnë në të njëjtën shtëpi, ku dhe ajo ka kontribuar, po ajo vetë nuk jeton aty. Ajo vetë jeton në Gjermani, edhe nuk pretendon të kthehet ndonjëherë në atë shtëpi. Kuptoj, kishte dëshirë të kontribonte, pra kishte mundësinë apo detyrua u shtrëngua, si thuash. Shtrëngoi rripin, siç i themi ne popullor, që shtrëngoi rripin që të kontribonte ta blinte atë shtëpi. Si ka qenë situata? Jam kurioze. Edhe unë isha shumë kurioze, por dhe nuk doja të ndërhyja shumë në jetën e saj personale, se është diçka shumë intime. Siç ajo shpreh, thotë në tha që ka bërë me dëshirë në plot, ka ndihmuar prindërit me blerjen e një shtëpi, domethënë normal, kundrejt pagesës, domethënë kundrejt, domethënë si thua, deali ishte që ai do i ndihmonte prindërit të blejë shtëpinë, po ato lek do kthehen një ditë mbrapsht tek ajo. Se kur do kthehen, kjo ishte akoma pa qartë, por që ajo ka bërë me dëshirë të madhe një gjë të tillë. Këto marrëveshjet pa kontratë shqiptare që do kthehen një ditë edhe kur s'është asgjë te noteri, kur s'ka kaluar te noteri, këto mbesin në ajër, janë muhabete shqiptare themi ne. Nëse do doje të ndryshoj diçka në raport me familjen, ka diçka? Po, interesante. Kam përshtypjen se nuk e di nëse janë nëna shqiptare, nëse është backgroundi, mënyra se si janë rritur, nëse vinë, që me akosin jashtëzakonisht për fëmijët e tyre, dhe pse ata janë në moshë adulte dhe mund të jenë vërtet shumë të aftë të çajnë në jetë, të doja që ata të ishin pak më të qeta, të kishin çik më shumë besim tek bota që na rrethon, se unë jam e sigurt që nëna tona kanë besim te ne, na trajtojnë, dhe unë siç e përmenda më parë, nuk i trajtojnë vajzat në Shqipëri si vajza, po si king dhe meshkujt si queen. Anita, meqense e hapi Jona këtë pyetje, po ti vetë nuk e menduar për shembull të vësh limitet e tua, nuk e di çfarë moshe ka nëna? Nëna është diku tek 59 vjeçë. Okej, relativisht të re. Ti nuk e menduar për shembull ti vësh limite, se në qoftë se shtaj shpreha e mëson keq. Ndoshta edhe ti ke mësuar keq duke ngritur telefonin çdo ditë, duke rënë pre presionit të saj. Sigurisht që kam folur edhe me këtë pjesë, për këtë pjesë me nënën time jam ulur me të dhe i kam përmendur që unë nuk e kam mundësinë të përgjigjem në çdo moment, në çdo orë, për faktin se punon në 3
në 3 sisteme, në 3 turne sistemi, edhe shpesh ndodh që mund të jem punë, mund të jem në një rast emergjent, në këtë rast më punoj në departamentin e emergjencës që nuk e ka mundësinë të hapes pas kujt tjetër. Edhe ajo e kupton për momentin, po pastaj fillon prapa i meraku, që e ka të vështirë ta pranoj si fakt, të thuash. Faktin që ti thua, unë e ndjej si detyrim moral, po si nevojë nuk e shprehe. Pra që e ndjen si nevojë për ta pasur këtë marrëdhënie ku ti jep informacion. Pra të shkthyer në një lloj nevoje, e kupton, nuk e din nëse është e qartë. E kuptoj, po detyrimin moral e kisha për faktin e financave, përmenda edhe më pak dje të thuash, që një ditë edhe pa ta bërë një pak më të madh, është domethënë çështjen e financave komplet, që një ditë nëse ata nuk do jenë më në gjendje të arrijnë të punojnë, unë do i lidesha një pension mujor, të ndihmoja, meqense Shqipëria akoma nuk e ka të rregulluar sistemin shëndetësor, sidomos anën e sigurimeve shëndetësore. Prindërit normal që nuk e kanë akoma nevojën, por është si thua, për këtë e ndjej detyrim moral. Ato nuk thanë jo, sigurisht, e pranuan, po deri në momentin që ata nuk do jenë më në gjendje të punojnë. Ky është detyrimi moral ndaj prindërve të mi. Sidoqoftë, unë e përmend vazhdimisht pjesën që ne duhet kemi një proces individualizimi, shkëputje nga familja, që është shumë e rëndësishme të kuptojmë gjërat të cilat na pëlqejnë neve në mënyrën tonë dhe ta lejojmë këtë proces na ndjek, domethënë ta ndjekim ne procesin e lirisë individuale, sidoqoftë edhe marrëdhëniet e shëndetshme në familje, pra nuk po përmendim rastet kur kemi familje jo funksionale, po themi rastet ku edhe marrëdhëniet janë shumë të shëndetshme, edhe në atë rast është shumë e nevojshme që të kemi një proces ku ne bijem në kontakt me veten tonë, me vlerat tona, me mënyrën se si ne shikojmë jetën. Ndryshe nga ç'na është mësuar. Prandaj nëse në rastin konkret apo në raste të tjera mund të ishte edhe kjo pavarësi që ne mund t'i japim vetes. Të kuptojmë, sepse përmendi pjesën që dua të kenë më shumë besim tek unë, dhe kjo vjen nga diçka që ti e ndjen të nevojshme. Besimin. Ndoshta jo atë komunikimin e vazhdueshëm që ato presin prej teje, si miratime se çfarë arritesh ke bër, por edhe besimi është i rëndësishëm. Dhe kjo është një e dhënë që na vjen, se po e themi si informacion, si e dhënë, por është diçka që ty të sinjalizon nga brenda. Po ka dhe gjëra të tjera dhe mendoj se do ishte shumë e shëndetshme për çdo individ, jo vetëm për rastin konkret, që të jemi të çliruar nga ato që na mësohen. Ka raste që kjo, si thua, varësia ndërpritet ndonjëherë si me thik në momentin që për shembull në rast se Aneta do lidhej, do martohej. Mund të ishte edhe hyrja një të treti që mund ta apo jo Aneta, mund të ndodhte kjo për shembull me nënën tënde në momentin që ti do ishe do filloje njohje me dikë apo do fejohesh më mirë kur e zyrtarizon? Ndoshta do ndryshonte diçka sepse do ndiej më e sigurt për faktin që dikush tjetër është duke kujdesur për mua. Po thej diçka shumë bukur, që është edhe prindrit mund të mësohen. Mendon ti mëson që ata të mos kenë sjellje toksike ndonjëherë, ose të krijojnë nevoja që i përmbushin në mënyrë të shëndetshme. Pse ti kërkon një llogarish ose një informacion të tepërt kur nuk është i nevojshëm, pasi personi mund ta vendosë në një lloj situate ku thjesht e ndjen si presion, dhe jo si diçka që duhet ta bëj, domethënë. Kjo më pëlqeu shumë që e kape në një moment Dalina, dhe mendoj se prindrit tanë mësohen, pra ne mund ta bëjmë këtë punë edhe për ta. Po, dhe prandaj pyeta edhe për moshën, se nëse do ishin në një moshë shumë të thyer, ndoshta do ishte pak më e vështirë të mësoheshin. Sa më shumë avancon, më e vështirë bëhet kjo thyerje, kështu që jemi në kohë ende për ta ndryshuar, që ata të çlirojnë nga disa nevoja që i plotsojnë në këtë formë. Nuk i ndihmon, sepse ai thon të bësh këtë reagim do thotë që ti ke një anks. Dhe nëse nuk e bën, shtohet anksi. Po duke eliminuar gradualisht sjelljen, mund të filloj dhe ajo ta qetësoj veten, që të kuptoj se nuk pse ta kem nevojshme ta marr në çdo moment telefon. Kur Aneta tha unë jam dhe në punë, jam dhe në angazhime dhe nëna nga ana tjetër është në anks se pret që ti përgjigjet. Anks që ne përkthejmë edhe merak. Merak. Kanë një dëshirë të jetojnë, shumë nëna kanë dëshirë të jetojnë në një merak të vazhdueshëm. Po ata anksin ja kalon fëmijës. Po. Tash e ka kaluar vllajt vogël, ë? Është ai duke. Po jam kurioze, ai si reagon? Si janë dhe fëmijët ndryshe?
Është vërtet, vllai është pak më rastuar se unë, edhe shpesh nuk e hap telefonin, kështu që ata detyrohen më marrin më në telefon, të marr vllajin në telefon që t'ua hapin telefonin. Mami nuk ishte ka dorë fare, nuk e mëso ka njeri që nga shumë luftarake te kjo pika. Që nga luftarake. Okej, Aneta, unë të falenderoj shumë. Edhe të uroj më të mirat, ti je një gocë ambicioze, kështu që do ecësh përpara dhe edhe po se bleve shtëpi këtu, e rëndësishme është kesh jetë lumtur e të shëndetshme. Shtëpi këtu ka sa duash, mos u merr kohë, merre me qetësi. Shumë faleminderit, ju uroj vërtet shumë sukses e juve. Ditë të mbar. Tani ta lajmi mirë ishte që nuk e ndjente kontributin financiar të familjes. Megjithatë presioni ishte se babai kishte vënë një afat. Dhe duke qenë se babai me sa kuptova ishte ambicioz dhe i arritur vet, edhe është babai, dhe është ai figura e babait, kështu që ato të dy sikur kanë marrë dhe nëna dhe babaja Anetës sikur kanë marrë rolet tradicionale të babait që është ambicioz, si të shkoj përpara, duhet kthehesh të marrësh një shtëpi, dhe nëna që është gjithkohës në merak, domethënë kishte atë familjen tradicionale. Po prapë kur e mendon jo vetëm Banetën, po shumë shqiptar, kur e krahason me shumë të huaj në fakt, fakti që është 32 vjeç është një moshë goxha e madhe që ti jesh gjithkohës në merak, domethënë edhe të kesh gjithmonë këtë lloj lidhjeje. Është e vështirë. Prandaj duhet të mësohen, pra duhet të limitoj pak sjelljen që të nëna të fillojë të mësojë që okay, tani edhe unë duhet ta pranoj që ajo është larguar, ka filluar pjesën e jetës së saj, të japi këtë pavarësinë që ne tham, po prindërit nuk ta japin, ne duhet ta kërkojmë vetë ndonjëherë, dhe në mënyra pak të rrepta, pra duke eliminuar këto kontaktet ndonjëherë edhe direkt, pra një përballje nëse nuk pranohet. Ndonjëherë kemi praktikuar këtë dhe në terapi. Unë kam një mesazh në fakt për prindërit të cilët marrin telefon fëmijët e tyre emigrantë çdo ditë, që unë kam qenë jashtë në kohën kur nuk ka pasur FaceTime edhe të tjera mjete për telefonuar fëmijën çdo orë, dhe kemi jetuar dhe prindërit mi janë, babai nuk e kam, por nuk i ku nga kjo jetë pikër nga telefonatat, por jetojmë edhe prindrit jetuan atë kohë dhe ja dolën, edhe duke folur me ne një herë në javë. Kështu që ndonjëherë dhe këto, jo ndonjëherë, po tashmë edhe fakti që ke akses gjithkohës në telefonata, ka dhe kjo vështirësitë e veta sepse je gjithkohës në kontroll të fëmijëve. Ndërkohë që e mira jona atëherë ishte që ti nuk dije asgjë dhe në kokën tënde e kishe, si thua, gjithmonë është ai sistemi. Në një sistem, pra të njëjtit njerëz janë, edhe ai me merak, por në atë sistem do mbyll gojën, s'ka ç'a të bëj. Në këtë sistem di jep më shumë merakut vet, i jepet akses më i madh. Është e çuditshme. Por që kanë jetuar dhe prindër të tjerë. Kanë jetuar shumë mirë dhe një herë në javë me fëmijën duke folur. Diamira, 26 vjeçë, jeton në Greqi, është martuar në moshën 19 vjeçare dhe ka një djalë 6 vjeç. Është studente për gjuhët e huaja, punon. Ka fëmijë dhe përpiqet të ndihmojë familjen në Shqipëri, edhe pse ka të vështirë financiarisht, se ka sfida personale thotë mëdha. Por ajo ndjen barrën e përgjegjësisë për të gjithë dhe pikërisht ajo që sapo theti, nuk do të Diamira, e ka shumë të vështirë të vendosë kufi. Diamira, je në linjë? Po, ju dëgjoj. Përshëndetje, Dalina. Përshëndetje, Diamira. Më thuaj, pse ke vështirë të vendosësh kufi? Se thua që je mësuar ti je e forta shtëpisë. Pse je ti e forta shtëpisë? Çfarë shtëpi e ke që dole ti më e forta? Në fakt, duke qenë fëmija më i madhe dhe duke pas një marrëdhënie të them të shëndetshme me prindrit, gjithë doja me ta jepja mendime, ma vlerësonin fjalën, edhe gjithë kësaj kohe sikur mu rrit pak vetbesimi, unë ndjeva e përgjegjshme, më e madhe, më e pjekur, edhe doja ta ndjeja të përgjegjësinë, të isha gjithmonë pranë tyre, të isha krah. Edhe vazhdoj sot edhe besoj deri gjithmonë ka ndryshuar, që veç se sa është forcuar kjo gjëja për të qenë pranë tyre, për të ndihmuar. Shiko, Diamira, unë pash këtu që ti je nën e një djalit vogël, 6 vjeç, me kërkesat e veta, se ne dim shumë mirë se sa shpenzime kanë fëmijët. Je studente edhe punon. Pra ti ke një ditë të zënë komplet, apo ja? Shumë të ngarkuar. Shumë të ngarkuar. Dhe ndërkohë, ndihmon financiarisht dhe familjen. Me raste, mund të them, për këtë pjesë, prap nuk dihem se po bëj aq sa duhet, është diçka shumë e vogël dhe me raste, domethënë në vit 2 herë, por prap mundohem. Duket sikur akoma nuk jam në atë pikën që do doja unë të jem.
Megjithatë, Më fal, ti nuk dihesh në pikë që do doje të ishe ti në marrëdhënie me familjen apo me veten me ato gjëra që ke vendosur vetes? Se këtë se kuptova. Çfarë duke nisur tek pjesa personale imja, që të jem e realizuar në familjen time, të jem e zonja me profesion, me karrierë, dhe krahas kësaj, të jem edhe një ndihmëse e madhe për familjen time që kam në Shqipëri. Domethënë të dyja këto ecin paralelisht. Ka qenë gjithmonë një dëshirë imja që të jem si për familjen që kam krijuar të re, sepse normalisht është shumë e rëndësishme dhe kërkon që unë të jem prezente fizikisht dhe moralisht, shpirtërisht nga të gjitha anët, financiarisht po ashtu, por të tjerë të afërt të kanë kërkuar vetë, kanë qenë ndonjëherë të drejtë për drejtë me kërkesat e tyre ndaj teje, për gjëra që mund t'i sillin nga jashtë? Në fakt prindit e mi jo, nuk ka ndodhur kurrë që të kërkojnë diçka apo të më kenë kërkuar ndihmë në ndonjë rast. Në shumë momente kam kuptuar që mund të kenë pasur një nevojë se diçka specifike dhe kam reaguar vetë, por edhe në këtë raste kur unë kam qenë për ta, gjithmonë fjala e tyre ishte që nuk është e nevojshme, do të fokusohesh tek jeta jote, tek familja jote, ke shumë punë dhe detyrimet e tjera, sa gjithë vëmendja jote do të jetë te familja e re që ke krijuar. Ne do ja dalim kështu edhe kjo është përgjigjja që marr gjithmonë dhe vazhdimisht në fakt. Prindrit i ke në punë apo i ke pensionist? Po, punojnë të dy, jo, janë të rinj, punojnë të dy. A punojnë të dy. Shumë mirë. Po familjarët e tjerë, motra vëllezër ke shumë të vegjël apo janë se ti je 26 vjeçë, kështu që Po, motrën është 2 vite më vogël se unë, vllai është 19 vjeç, edhe po ndaj tyre ndjen ndonjë detyrim për shembull ndaj motrës ose vllajt që ke 19 vjeç? Në fakt secili plotësojnë nevojat dhe kërkesat e tyre vetë, por më pëlqen që të jem me dhuratë apo diçka, gjëra të tilla, domethënë, cilat më duken më shumë i kam si kënaqësi shpirtërore që i ndjej pikësisht tek vetja kur jam për ta, si motër e madhe. Shiko, Diamira, ka diçka këtu që do të jem e sinqert. Kur ne hedhim tema në Instagram, njerëzit nuk shkruajnë kot. Pra, duan të thonë diçka, të komunikojnë diçka. Ka njerëz që na shkruajnë neve dhe rrugës kur flasim në telefon, duke qenë se shpesh janë gjëra shumë emocionale, shumë të shpirtërore, është familja në mes, edhe duan që si thua ti retushojnë apo të zbukurojnë gjërat. Dhe unë nuk dua të vë ty në pozitë për asgjë, por gjithmonë jam kurioze kur ka njerëz që telefonojnë dhe pra kur ne hedhim historinë, e hedhim shumë të qartë, pra marrëdhënia e familjes me emigrantin, lodhjet, ndjenja e fajt, pra janë shumë gjëra, janë shumë pyetje që ne hedhim, dhe pastaj kur ju na shkruani neve, na shkruani sepse pikërisht ju ka ngacmuar ajo pyetje që kemi hedhur ne apo ato pyetje. Dhe pastaj ndodhi vetëm me ty, por mund të ndodhe me mua, ndodh me shumë njerëz që pastaj kur përballen në studio me zërin tim apo të Jonës, dhe kur fillojnë mendojnë ngarkojnë mendjen e tyre me faktin që mund të dëgjohen, ose dhe në qoftë se ne i ndrojmë emrin të tëra, anonimati, është në mendjen e tyre, ideja që po flasin me zë të lartë për prindrit, po flasin për gjakun e tyre, bëhet e vështirë dhe fillojnë edhe e bën një histori shumë, fillojnë e zbusin. Tashi, në rastin tënd, ajo që po më thua ti mua, unë këtu nuk gjej arsye, pra prindrit të thonë të shtyjnë që të ecësh vetë, motra dhe vllai i bëjnë gjërat vetë. Unë këtu nuk po shoh një arsye se pse ti telefonove sot. Pse kërkoje të flisje? Pra ka diçka që të mundon ty. Ajo është ajo çfarë dua të gjej për te historisë mrekullueshme që realisht e uroj dhe jam shumë e lumtur që e ke, dhe jam e fat që e ke, dhe këto prindër që nuk duan asgjë nga ty, po të shtyjnë të bësh më të mirë për veten tënde. Por çka ka diçka? Pse erdhe ti sot tek My Show? Në fakt, unë kam shumë të shenjtë lidhen me familjen, edhe për mua, që ta flas këtë dashurinë të pastër që ndjejmë, këtë ndjenjen apo dëshirën për qenë për ta, kënaqësinë e madhe që unë ndjej për qenë gjithmonë aty, e trumbetoj gjithmonë. Unë bisedoj edhe me motrën time, gjithmonë, nuk ka ditë që nuk kalon që nuk bisedojmë për gjëra të tilla, për familjen. Edhe është një ndër gjërat aq të forta në jetën time, aq të rëndësishme, sa nuk di se as ta përshkruaj dot me fjalë. Dhe kjo ishte arsyeja që unë doja të jepja për një realitet që unë kam të përditshëm. Madje edhe kur i tregova bashkëshortit tim për këtë
intervistën dhe bisedën që pata dhe me Elonën. Ai buzëqeshi dhe filloi të listonte gjitha të gjërat, tregoi thoshte për këtë, tregoi për atë, tregoi për këtë tjera. Domethënë gjitha këto gjëra që ishin vërteta në fakt, por janë thjesht disa gjëra konkrete të disa momenteve që unë kam menduar për familjen apo për këto. Edhe në fillim i thash që mos ndoshta po tregoj një anë pozitive dhe ndoshta nuk është ky thelbi, nuk është kryesorja, nuk e di, po Jo, shiko, mos më ke kuptuar, nuk është thelbi këtu që tregojmë anën negative familjes. Po emigranti ka shumë lloj emocionesh. Ka emigrantë që ndjehen sikur kanë detyrim, ka dhe një ndjenjë faj, është një ndjenjë më e thjeshtë e faj që je larg. Po. Fakti që dhe sidomos se unë do ta lexoja pak më vonë, po e them tani dhe do ta rilexoj, statistikisht femrat janë ato që kanë ndjenjën e faj më të madh në kur largohen. Domethënë është bërë studim për këtë. Kështu që statistikisht ti je një nga ato femra që mund ta kesh të ndjenjën e fajit që kur mbyllet ai telefoni mbasi keni bërë atë dialogun dhe vazhdon jetën tënde, shpeshherë duket sikur nuk je e plot në atë jetë, sikur ke lënë një gjysmë andej. Prandaj thash nuk ka rëndësi, mund të jetë një histori shumë pozitive, po janë ndjesitë tua që unë doja që të dhe Jona po hom me kokë gjithkohë sepse Jona është dhe më eksperte se mua ato ndjesitë që të doja shumë t'i dëgjoja nga ty, siç dua t'i dëgjoj nga çdo imigrant. Ato që s'po vinë. Kjo është në fakt. Po, ekziston fakt kjo ndjesia e fajit, kjo mungesa, kjo boshllëku larg këtyre sigurisht është i përditshëm, është gjithmonë dhe është një mungesë që nuk përmbushet dot kur je larg fizikisht, pavarësisht se telefonatat janë të mundshme dhe tani në këtë kohë që po jetojmë realizohen krejt kollaj, por ndodh që është këndjesia, largësia, duket sikur i ke braktisur, sikur i ke lënë vetëm dhe ndoshta pikërisht vjen, po mendoj tani, më vjen ky mendimi, edhe kjo dëshira për t'i dhuruar apo për ta nga ana financiarisht, sepse duket sikur ndoshta nganjëherë mbush këtë boshllëkun e mungesës fizike, mendoj mund të jetë edhe kjo. Por ndjenja e fajit e largësisë ekziston shumë edhe. Ndoshta ne vajzat siç e the kemi shumë seksuar, se jemi më të lidhura, jemi më të brishta, më ndjesore, e kemi këtë ndjesim. Si unë do të pyes nëse në familjen tënde kanë qenë sinjale që të kanë bërë ty të marrësh të rol kur ke qenë në shtëpi. Pra ke pasur ndoshta sinjale, ke parë tek ata dëshira, mungesa, frikra nëse fëmijët largohen, ose dëshira siç e thash për të plotësuar në të ardhmen. Do të thënë ti dëgjoje këto si fëmijë dhe më pas kur largove, fillove ti mendoje për t'i plotësuar. Ishin këto sinjale se po të drejtoj ndoshta më shumë unë, por ndoshta ti nga eksperjenca jote mund të japësh diçka. Po, në fakt e vetmja dëshirë e prindërët mi ka qenë që ne të mos iknim nga Shqipëria, kjo ishte shumë e madhe në fakt. Ndërsa të tjera nuk kujtoj do që të jenë adresuar, nuk e di nëse e ke fjalën që ne të punojmë dhe të ndihmojmë dhe ata me rritjen tonë, por e vetmja gjë që ishte shumë e fortë ka qenë që ne të rrinim në Shqipëri dhe të jemi pranë tyre fizikisht. Kjo ishte po. Dhe kur u largove pastaj çfarë ndodhi me ta? Domethënë ishte pjesa e pranimit. Të them të drejtën, ata nuk më kanë shprehur konkretisht, por ne kam kuptuar edhe nga të afërm të cilët janë shprehur, për shembull edhe e kam kuptuar që ikja i ka lënduar edhe normalisht është e rëndë edhe babi im shpeshherë thotë që kur beti dhe emigrimi është një plagë aq e fortë sa njeriu nuk mësohet dot kurrë. Ai e ka provuar vetë në një moshë shumë të re, pavarësisht se bënte pastaj lëvizje, nuk jetoi këtej. Ai erdhi kur ishte 14 vjeç, por nuk jetoi, thjesht e kishte për arsye pune. Por e thot shumë herë që është një është shumë e fortë edhe. Dhe ndje duke mbushur të boshllok. Domethënë vazhdimisht. Ndoshta është edhe kjo. Tani që po e mendoja më erdhi kur po flisja mund të jetë edhe kjo. Boshllëku i largësisë, distanca që të lëndon fakt edhe. Mua më bëri përshtypje diçka që e the, që aq shumë e ke të rëndësishme kontaktin me familje në vend. Sa vjet ke në Greqi? 7 vite. 7 vite. Janë goxha, se ke kaluar 3 vitëshin e parë, domethënë që është jeni faza që je përshtatur e tani jasu edhe në gjumë, je mësuar atje. Po më bëri përshtypje që aq shumë është kjo lidhja edhe mendimi për prindrit, saqë edhe i bashkëshorti e ka vënë re. Bashkëshortin e ke shqiptar apo grek? Shqiptar, po. Shqiptar. Pra e ka vënë re edhe ai, pra është diçka që bie në sy.
Se të thot ai, pra të thot ai që kur dalësh në program fol, thuaj edhe këtë, thuaj edhe këtë, thuaj edhe këtë, do thot që ai ka vënë re diçka që ai ndoshta ai ka prindër, ku i ka prindrit ai? Edhe ai emigrant apo jeton aty? Jetojnë këtej në Greqi, po. Jetojnë, kështu që ai se kupton këtë gjë. Po. Jo, nuk e ka provuar në fakt që të jetoj larg këtyre. Po ai për shembull si e shef këtë merakut tonë për prindrit? E sheh si një gjë për të qeshur apo diçka që e merr lehtë apo ndonjëherë si thua ti i ke dhënë më prioritet prindërve dhe ky është ndier më i përjashtuar? Ka pasur raste të tilla apo? Në fakt, të jemi sinqertë, e kam mirë kuptuar. Në fillim nuk e shpreja dash, domethënë mbaja për brenda të mungesën edhe mallin e madh. Njerëzit më thonin këtu, të them të drejtën, marrësan dhe bashkëshorti që normalisht duke dëgjuar të tjerë që do mësohesh, njeriu në fillim e ka të vështirë, por pastaj gjithë janë mësuar. Edhe nuk u mësova kurrë në fakt, vetëm sa herë të kushtuar ajo ndjenja dhe domethënë unë u përshtata me jetesën, ishte domosdoshme që të përshtatesha me shkollën, punën, është gjuhën gjithçka, domethënë me kulturën e këtyre, sepse ato që kemi të disa ngjashmëri ka dhe gjëra që ndryshojnë. Patjetër. Edhe por me këtë ndjenjen e mungesës nuk u mësova dot. Të them edhe një episod në fakt të shkurtër. Djali im e flet shumë mirë shqipen, edhe i pëlqen shumë Shqipëria. Unë vi shpesh në Shqipëri. Dhe nuk dyshoja. Më fal, nuk dyshoja, do të pyesja dhe nuk dyshoja që ai do ditë shumë mirë shqipen. Okej. Edhe është shumë i dhënë pas Shqipërisë. Unë vi shpesh edhe djali është mësuar andaj. Edhe në shkollë djali im e kanë vënë re që prirët më shumë nga Shqipëria dhe edhe shpreh nganjëherë mendimin që në Shqipëri kam shumë shok, kam shumë miq, kënaqem kur ik atje. Edhe kur po flisja me psikologin e shkollës, se bëjmë nganjëherë takime duke folur për historinë e fëmijës, edhe më thoshte ajo që djali e ka këtë dëshirën për Shqipërinë, pikërisht sepse zemra jote është në Shqipëri dhe është atje. Pra ju të dy jeni të lidhur dhe fëmia është sikur e ke ti atë ndjesinë e ka dhe djali, pra e keni shumë të ngushtë të dy. Dhe nëse ti nuk shkëputesh nga atje, edhe djali do e ketë vështirë që të ambientohet 100% me jetesën këtu dhe gjithçka që po jeton këtu. Do pyes edhe për frikën, cila është frika jote më e madhe? Që shoqëron në raport me familjen gjithmonë. Humbja e tyre është më e madhja që nuk e mendoj, por nuk e mendoj sepse nuk dua që të rrim aty dene dhe ta shqetësoj veten, por është humbja e tyre dhe mos prezenca ime sa duhet, duke mos kaluar kohë me ta sa duhet është si është reagimi yt kur ato sëmuren? Me thënë të drejtën, e ndjej shumë edhe ndihem sikur nuk jam aty kur duhet. Edhe ndihem faj në fakt, që ndoshta po në nivel shqetësimi, si është? Domethënë ti shqetësohesh në mënyrë siç themi ne ndonjëherë histerike, ndoshta e kalon, e shikon dhe veten që po shqetësohesh më shumë se ç'duhet ose ta thon. Unë jam natyrë në fakt shumë e matur që emocionet edhe ndjesitë si pozitive dhe negative i mbaj për brenda dhe përpiqem që të mos i shpreh me fjalë zakonisht, por i përjetoj shumë ekstremisht çdo lloj ndjenje përjetoj në mënyrën më të lartë dhe ndoshta e shpreh duke përjetuar ndjesi si mbyllje, duke mos ndjer kënaqësi në gjërat këtu dhe sepse mendja ime dhe fokusi është tek prindrit. E kam tepër thelbësore marrëdhënien me ta. A të ka ndikuar kjo te familja jote? Shqetësimi i tepërt, lidhja e tepërt? Nuk di ta them nëse ka ndikuar, se përpiqem që të jap maksimumin tim edhe tek familja e re që kam krijuar edhe të jem 100% si për djalin, si për bashkëshortin, si për gjithçka tjetër të përditshmërisë. Mundohem që atë që bëj ta bëj duke dhënë maksimumin nga vetja, pavarësisht asaj pjesës tjetër që I bëj këto pyetje sepse vëre ose më shqetëson fakti në disa marrëdhënie ku lidhja është në një formë varësie, pra krijohet një lloj varësie me familjen shumë e madhe dhe pse ka dashuri si element thelbësor, ka një lloj frike që zhvillohet paralelisht me të shumë të madhe, sa domethënë fillon të bëhet një shqetësim i pazakontë për personin, nuk mundet as të punoj qetë, nuk mundet as të jetoj qetë, ndjesia e fajtë është shumë e madhe nga mosprezenca në momente të vështira të familjes, edhe kjo kthehet në një lloj
shqetësimi të përgjithshëm më pas në jetën e personit. Prandaj e cilësoj që edhe në marrëdhënie të shëndetshme ka këto pasoja, domethënë nga varësia që krijohet me familjen. Po, shumë e saktë. Në fakt, kur kishim ca leksione në universitet me profesorin e psikologjisë, sepse bëjmë dhe psikologji, po na dha një shembull në fakt, dhe sa që do merrni një letër edhe ta shkruani stresin dhe anktin, depresionin që përjetoni ju, stresin në përgjithësi. Edhe do merrni atë letër, nësa dhe futen në xhep. Pasi bëm orët e leksionit në fund, sa e kujtuat letrën që kishit aty, disa thënë që po, disa e prekëm një moment, ndërsa unë e kisha harruar që e kisha aty, dhe në momentin që e kujtoj, e kuptova që e kam aty akoma. Edhe sa pikërisht kjo është marrëdhënia që keni ju me stresin, me shqetësimet dhe vështirësitë që ndjeni zakonisht, me ato mendimet shqetësuese që keni. Edhe është shumë e vërtetë, sepse është e tillë edhe marrëdhënia që shqetësimi që ju sapo shprehet gjithë çfarë analizuat, që unë vërtet e jetoj përditshmërinë, por është si puna se letës që thash, edhe kjo pjesa stresuese, malli për familjen, shqetësimi, frika për ta, është aty brenda, dhe në momentin që ngacmohet pak nga mendimi, ajo del aty në pah edhe shfaqet e gjitha, përjetohet e gjitha. Se më vjen keq se ju bëni kaq shumë, domethënë investim emocional, investim edhe kontribut që mendonin në të ardhmen, dhe nga ana tjetër duket sikur është më e madhe kjo pjesa e fajit, e braktisjes, domethënë duket sikur jep rëndësi më shumë pjesës tjetër sesa asaj që ti realisht bën. Edhe kjo gjë ndodh tek shumë persona. Po, në fakt, e kam natyrën që i përjetoj ndjesit më tepër se sa duhet, edhe ndjesit pozitive dhe negative, i përjetoj dhe i analizoj në mënyrë, jam një overthinker edhe, e di që së gjë e mirë, por se ndryshoj dot. Ndoshta duke i dhënë rëndësi pjesës tjetër, asaj që është edhe realiste, them unë, pra ti vërtet po investon emocionalisht tek shqetësimi që po tregon për ta, ndoshta mund vetja mësohet, është fleksibël, domethënë mendimet mësohen, ashtu siç i drejtojnë, marrin një rrjetë dhe ndjekin më pas atë qetësinë që ti dëshiron të kesh brenda vetes tënde. Dhe këtë ja transmeton edhe djalit, edhe në familjes tënde, që e ke kaq shumë me shqetësim. Kështu që varet këtë drejtim marrim në situata të caktuara, jo se nuk mundem ta bëjmë këtë. Do të thënë është një limit mendor që i vendosim ndonjëherë vetes, se sapo e tha që nuk mendoj se në rastin e Diamirës, fakti që ato janë prindër që unë mund ta thoja thjesht të urtë, prindër të mirë. Edhe që nuk ka krijuar asnjë pengesë, që kanë atë pengun që kalamajtikën jashtë, por nuk është se janë marrë, ja kanë vëshuar këtë gjën. Pra, ndoshta kjo është shumë e vështirë dhe gati e pamundur, sepse nëse bën një listë gjërash, arsyeja pse unë duhet të shkëputem dhe të mos kem të lloj stresi nga kjo lloj varësie, dhe arsyet pse unë gjithsesi duhet të jem me ta dhe ta vazhdoj këtë varësi, mos duhet ndonjëherë arsyet që ta vazhdoj të varësia më të forta? Po, domethënë nëse ne i specifikojmë, i bëjmë edhe ndonjëherë me shkrim, është terapia e shkrimit që është shumë e fuqishme, që ti e shikon vërtet se çfarë mendon, edhe aty jep një vlerësim tjetër, mund të jetë një nga rrugët që ndihmon. Po nuk e di pse më erdhi ndërmend ndërkohë që e the këtë, pra e familja urtë, ndonjëherë familjet e urta që ti thon bëje siç e dëshiron jetën, po sidoqoftë krijojnë hapësira ku fëmia mund të gjejë prapë pasiguri. Pra do të thotë që nuk është të krijojnë, shiko, edhe prindër të mirë të krijojnë një ndjenjë faji të jashtëzakonshme. Shumë. Pra i lën gjithmonë hapësirë, do të thotë që vazhdojnë janë komplekse. Prindërit e mirë dhe të urtë ose prindër realisht të pastër, për shembull unë do thoja për babain tim këtu, çdo gabim i yti duket shumë, duket si, po ta the figurativisht, duket i zi, të bën ty të zezë përpara ti. Sepse ti ke këtë imazh në kokë, ti nuk e njeh babin, prindin, ti e njeh prindin aq sa ke parë prindin, aq sa të është dhënë, aq sa çka ka folur mami për prindin, çka ke parë ti për babain. Dhe çdo gjë që bën ti që është jashtëpritshmërive, të cilat ai nuk ti ka thënë bë këtë, pa i ka treguar edhe me i kanë nënkuptuar. Po, i kanë nënkuptuar. Më bë mua të ndihem si shumë sikur nuk e meritoj babain. Më ka bërë mua her pas here në jetë sikur nuk e meritoj atë baba.
ose dhe ai edhe kur nuk jetonte më sikur E ke kuptuar më vonë këtë gjë apo? po e kam kuptuar dhe kam ndier edhe kur ai ka qenë në jetë, kur kam qenë jashtë, domethënë gjërat që bëja, për shembull, okay, babi im më mbështeti, më paguan shkollën, unë e gdhiva natën duke pirë, kupton? Dhe gjithmonë më dilte babi. Dhe ka qenë, dhe kjo ndodh shumë emigrantëve. Kam folur me shumë emigrantë të Shqipërisë, të cilët kanë pasur të tilla marrëdhënie me figura autoritare të babait, që i kanë mbështetur, se babai kryesisht ka pas mundësinë financiare për ta çuar në vitet 90. Dhe e kam pasur të ndjejnë faje shumë të madhe. Qoftë edhe me të shtonin dozën e alkoolit, qoftë mos shkonin në shkollë të nesërme. Babi ka paguar lekët, babi është marr, babi im ka shkuar me i palpuc 4 vjet në shkollë, dhe ja ku je. Pra ishte një fjali shumë e gjatë, një fabull që unë ja rrëfeja vetes gjithkohës, pra si zëra. Mendoj se na ndjek gjithmonë ajo ideja sakrificës që kemi kultivuar prej shumë kohësh edhe nuk e dim kur do merr fund. Jo, dhon prandaj Diamira është e çuditshme se Diamira kishte një histori që unë ndërpreva dhe i thash, historia jote është okay dhe nuk po na thua gjë, po ndërkohë kur filloi të fliste pastaj unë u preka dhe më dole lot nga syt, u preka realisht sepse ishte pikërisht mënyra se si fliste për prindrit dhe për faktin që ka mbështetur, dhe unë pash tek prindët Diamirës, prindrit e mi, dhe pastaj ndjeva edhe këtë ndjenjën e fajit që kam ndier unë. Absolutisht jo në pozita të ndryshme, se unë isha vetëm studente, Diamira ka dhe familje, por që është ai ndjenja e fajit dhe ekziston edhe tek prindrit që të mbështesin, dhe është shumë e fortë edhe ajo. Në qoftë se ti je një njeri me ndërgjegje normale, kupton? Edhe këtu kuptojmë se si ne duhet të investojmë te krijimi i besimit. Besimit akoma më të fuqishëm se sa edhe një familje e urtë e mirë, siç i dhan këto konotacion, mundet të krijojë këto hapësira që fëmia zhvillon prap mosbesim, prap ndjesi faj, prap ndjesi braktisje, apo të gjitha ndjesitë që e shoqërojnë për një kohë shumë të gjatë dhe nuk heq dorë, domethënë bëhen monotone tek jeta e tij. Kështu që mendoj se duhet ti prej kësaj del diçka vërtet shumë e bukur, sepse kuptojmë se kemi akoma mundësi ta përmirësojmë edhe më shumë. Pra nëse duam që fëmia jon të rritet me vërtet me besim të plot, i jep një lloj sigurie shumë të madhe. Më thënë në rastin e parë që ne folëm pak më herët, ishte ajo momenti që nuk kishte besim, pra kur e pyetëm çfarë ke nevojë, kam nevojë për besim, që prindit më besoj. Është kaq e rëndësishme, domethënë dhe kjo. Dhe por besimi duhet të jetë edhe i brendshëm, jo vetëm i jashtëm që ne të na japi dikush, na konfirmoj që kam besim tek ty. Po ky besim i brendshëm rritet sepse ti ja krijon kushtet kur është fëmijë që ta merr këtë gjën. Po. Tani Diamira ti ke çunin sa i kishe 6 vjeç? 6 vjeç është, po. Po, tani Diamira do marr leksione nga marrëdhënia që ka ndërtuar me prindrit për të ndërtuar atë marrëdhënien e besimit, ndoshta me fëmijën. Me fëmijën, po. Po, mos ti kalon frika, sepse besoj ti nuk do ndihesh e mirë nëse fëmia jo do shqetësohej kur të rritet për ty, në mënyrën si të shqetësohesh për prindërit e tu. Shumë e vërtet kjo, dhe në fakt shumë herë përpiqem që të mos ja jap këtë ndjesi apo këtë mënyrë, sepse e di që më vonë do e përjetoj dhe nuk do jetë mirë që edhe unë ta shoh djalin tim të mërzitet, të lëndohet, apo gjetëm një motivim për ty për të ndryshuar. Motivim apo mendime të tilla gjë përpiqem çdo ditë mendoj për të shpeshherë të ndryshuar edhe ca perceptime të ndryshme që kam për jetën apo për veten, kornizat apo limitet që i vën vetes, edhe është e vërtet në fakt, po nganjëherë kur i vën në praktikë sikur duken aq të vështira. Dhe në fillim se pastaj dhe sidomos e prindrit e mrekullueshëm që ti thua se ke, dhe unë e shoh edhe nga zëri yt dhe nga fakti që flet gjithkohës me një buzëqeshje, se dallohet kur zëri është i buzëqeshur, që je mirë, je qetë dhe ke paqe, edhe unë turoj sa më shumë mirë në jetën tënde dhe shëndet prindërve të tu, jetë gjatë. Faleminderit shumë. Në çdo lloj rasti, vetëm mba mend diçka që sa kohë kemi prindrit, e rëndësishme është kemi kaluar shumë mirë me ta gjithmonë, kështu që ato pjesa tjetër pastaj ndjenjës fajit mund të dali, po të jetë sa më e shkurtër, kështu që ti po bën maksimumin dhe mjaftoj që keni kaq dashuri mes njëri tjetrit. Të falenderoj shumë Diamira. Edhe unë të falenderoj shumë për mundësinë që më dhe, ishte një bisedë shumë e këndshme dhe duroj shumë suksese për emisionin. Je vërtet shumë e zonja, sinqerisht. Okej, faleminderit. Unë nuk e dija që do prekesha sot. Mu duke do ishte emisioni më i ftohtë për mua. Emigrantë dhe familje, thash unë shnes jam emigrante. Edhe u preka nga Diamira, pikërisht nga Diamira.
Atëherë pas se kalojmë tek historitë e tjera, unë nxora bëra kërkimet e mia për të ndihmuar dhe ty që t'i ndajmë bashkë diskutime, 6 presione më të mëdha të emigrantit sipas gjithë kërkimeve dhe studimeve psikologjisë. E para është pritshmëria kulturore. Pra është e pashkruar që ti do ndihmosh prindrit sa të bësh mirë financiarisht. Edhe madje në Shqipëri kjo është shumë e fortë, pra nuk diskutohet. Ti do shkosh jashtë, edhe kur je në Shqipëri në fakt, prindrit të rrisin dhe pastaj ti mban prindrit. Kështu që kjo vazhdon. Kjo ideja pse duhet të jetë djalë, fëmia tani nuk është më, po të shikon kemi vajza emigrante, po sidoqoftë ka qenë gjithmonë një arsye pse ka qenë djali dëshira e parë që të jetë fëmijë, që vjen në familje. Kështu që është egoizmi që del në pa, sidoqoftë. Po. Në çdo. Idealizimi i jetës jashtë. Edhe kjo është shumë interesante. Ndoshta tani jo aq shumë, por ka qenë dikur, sepse kemi qenë më të izoluar, nuk kishim shumë informacion. Mjafton të dilje jashtë Shqipërisë, pra të kaloje Kakavin apo Kapshticën, po them kufiri më të afërt, dhe mendoje që atje do të ndryshonte jeta katërcipërisht, se jeni një vend ekonomikisht shumë më të mirë, dhe ti do jesh ekonomikisht shumë më mirë, kështu që shumë familje prisin dhurata, ndihmë për edukim, për krishtlindje, për çdo gjë, dhe patjetër që ne të gjithë edhe ne, pa përjashtim, më mund kur vinte mami ose kur shkonim me mamin jashtë, nuk ka qenë njerë një udhim që kam pas mamin tim me vete, qoftë tretitor, sidomos të vite 90-2000, që mos ktheheshim me 3 palpuc. Kpuc për gjyshin, ose aparat veshësh, kpuc për nënën, sidomos kpuc, fiksimi të gjej një palpuc të mira me lëkurë të mirë, triko për filanen, bluz për filanen, domethënë gjysma e valixhes ishte për me gjëra të panevojshme fare, përveç të një kpuci të mirë, sepse kryesisht ishte të lira, që bliheshin ato marketet e mëdhaja me ulje, çajan, CA-ja apo ku diun, këto të mëdhajat e Gjermanisë apo çajan, dhe mjafton domethënë që të ishte, por duheshim bler dhe gjithmonë ka qenë detyrim të çoj një dhuratë, të çoj kush është më mirë ekonomikisht. Mendoj se edhe një ide që paktën kam dëgjuar nga rrëfimet, thonte pse vjen dikush, domethënë ikën shumë me recka, edhe kur kthehej me rroba të mira, kthehej te një marsh sikur jashtë bëhet një jetë shumë e mirë, paraja është shumë e lehtë për të fituar, edhe krijonte atë perceptimin te njerëzit e tjerë që jashtë më thënë, është shumë e lehtë që të kërkohet më pas, të bjetë kjo pjesa që kërkohet nga njerëzit e tjerë. Edhe kemi krijuar të idenë që në fillim, se emigranti ka të lehtë të fitoj para dhe për këtë arsye bëhet kontribues i parë dhe më i rëndësishëm i pjesës tjetër që mbetet në Shqipëri. Tjetra është ndjenjë faja apo manipulim emocional, të cilët pak a shumë cekën në 2 historitë e para. Emigrantët ndjen fajtor që iki, sidomos kur prindrit po plaken, dhe shpesh familjet përdorin fjali si ne s'kemi askënd veç teje, ti e ke jetën e bërë andej, ne se kemi. Edhe kjo është diçka që ekziston në shumë familja. Madje unë kam dëgjuar dhe histori prindrish që nuk kërkojnë ndihmë për veten, por kërkojnë ndihmë për çdo rrotull. Për shembull, po vjen çuni i Zenepes, të lutem ndihmoje pak. Dhe unë duke qenë se kam jetuar vet jashtë, në 99.9% të rasteve, emigrantët jetojnë në shtëpi të vogla. Nuk kanë tashmë për shembull që shkova në New York, emigrantët e Amerikës ishin zhvilluar shumë dhe kishin ecur përpara, po unë po flas për 90-ën, 2000, po flas për dekada, një pjesë më të madhe të kohës mas komunizmit, ku emigrantët jetonin në shtëpi, kishin kryer familje ose jetonin me për shembull student me njerëz të tjerë. Dhe detyroshin, siç dhe unë kam në konviktin tim, kam marrë një gocë që nuk lejohesha, një shoqe time shqiptare, dhe erdhi dhe ëm aty për të ndenjur ca ditë. Pavarësisht se ai kishte mundësi, po erdhi ndenja aty dhe unë jashtë rregullave të konviktit i mora në dhomë. Se nuk mund ta diskutoja këtë gjë, nuk e diskutoja kurrë me vete, thoja, merrni një hotel, nuk më shkonte kurrë në mendje që unë si shqiptare ti thoja dikujt, unë nuk lejohem, theva rregullat e konviktit, nuk lejohesh të vish këtu, ke një hotel, merr atje dhe takohemi pastaj, nuk ndodhte. Kupton, nuk e dinim këtë gjë. Dhe tash imagjino këtë që kanë shtëpi. Dhe kur ke shtëpi se konvikti i botës i huaj, thotë të pa ty ik tani, e kuptohet ajo, por në shtëpinë tënde ai mund të ri 2 javë, 3 javë, 4 javë, dhe ti kur mërzitesh, pastaj merr babin ose mamin telefon, ata të thonë shiko, po sa jena ka bërë një nder neve ose kemi tonin. Edhe ky është i presion tjetër që të jemi një ndjenjë faji sikur ti je njeri i keq, nëse nuk i mirëpret.
Siguria njëri keq nëse nuk i ndihmon me punë. Me atë stresin e punës, me billet, siç thon ato të Amerikës, me faturat e mëdha që kanë, me ja të pyesë Gjermani se sa të mirë kontributin familjar, po duhet të mbash dhe këta, dhe shpesh ata vinë me mendime, mentalitete të ndryshme, me pyetje të ndryshme që kanë, dhe ti ato orën që ke të qetën 9 me 10, të cilat 2 ditë e para, 3 ditë e parë kalojnë bukur se ndani histori, e çon te klubi, shumica jetojnë në lagje të vogla, nuk e po do ta qirasësh ti. Dhe më mish jetojnë kështu se një klub ka, se pastaj po të shkojnë në Frankfurt apo në Paris, do harxojnë më shumë. Mbaron dhe ky harxhimi dhe edhe muhabet ke çfarë të bësh, edhe ai rri aty. Kështu që kjo, fola pak, po sepse e kam të histori këtë e di shumë mirë, që e kam dëgjuar tek shumë emigrantë që nën zë ankohen edhe nuk mbanin dot më, nuk duronin dot më. Mi kalojnë një peshë tjetër, domethënë veç atyre që duhet detyrim moral, siç e dëgjuam, për familjen, po edhe për pjesë tjera. E kam dëgjuar edhe unë shumë këto, Dalina. Po, është varësia financiare, Po. që ata sillin lekët dhe kjo krijon një varësi financiare, ndryshe vetëm me pensione nuk jetojnë dot. Dhe tani ne e dim që të ardhurat e emigrantëve, tham dhe episodin e kaluar, dhe dihet botërisht që janë shumë të rëndësishme. Do ta përmend pak më vonë atë. Turpi dhe krahasimet sociale, të cilën unë e përmenda pak. Familjarët mund të thonë, shiko çai bleu djali komshive prindërve. Thot, po ne ku na çosh dhe një gjë. Domethënë ky krahasimi që ne e kemi pasur shumë të fortë në familjet tona, dhe ky presion social rrit pritshmërinë dhe familja bëhet më e ashpër nëse nuk ndihmon. Edhe akuzuese. Dhe madje të shety me një sy tjetër që Po. Unë e di çfarë më vjen kur përmend krahasimin, para shumë vitesh, kam qenë studente, kemi shkuar në një konferencë që e bënin të huajt dhe vinin në dukje se si në periferitë e Tiranës ndërtoheshin shtëpi 2, 3, 4, më shumë kate dhe liheshin ato hapësira që ndërtoheshin akoma më shumë. Pra, cila familje kishte më shumë kate, supozoj që kishte një migrant që sillte më shumë para. Dhe ky event ndodh edhe sot. Edhe profesorët shqiptar thonin është diçka që ne nuk e kuptonim, do të thonë duhet vini të huajt, na vini në dukje se sa fenomen i zakonshëm është kjo, që mund të tregoj se sa para kam, ose një lloj statusi dhe pjesa e shtëpisë së lartë me sa më shumë kate tregon se sa më shumë para kemi. Domethënë ky krahasimi mes shtëpive mes njëra tjetrës, po aty jetonte vetëm mamaja dhe babaja. Dhe prindrit në Shqipëri, Po. në këto vila të mëdha jetojnë në katin e parë, se edhe nuk kanë fuqi më ngjit, dhe jetojnë fiks sikur sado e madhe të jetë shtëpia, të ketë formën e vilës, jetojnë fiks sikur jetojnë në një garsonier. Domethënë unë kam parë vetë se edhe si gazetare kam qenë për familje ndryshme dhe kanë një dhomë të vogël dhe nuk duan t'ia dinë fare, mund të kenë shtëpi me gura luksoze. Unë kam parë për shembull, kam qenë në një fshat Kukësit, nuk po ja them emrin, ka qenë një shtëpi gjigande, e madhe, bosh, kur them u vil. Mjafton të jetë e madhe. Bosh, gjithë Angli. Po. Dhe shumë vila, domethënë shumë shtëpi të ndërtuara boshe, vetëm 2 njerëz që jetojnë brenda, por ideja që ato të sillnin dhe një presion shumë i madh kundrejt fëmijëve, pra të sillnin para që ndërtojmë shtëpinë, të hedhim shtëpinë, është një shprehje që unë e dëgjoj shumë. Domethënë janë këto konceptet që i vijojnë edhe sot. Suksesi është të kesh shtëpinë, të blesh shtëpi. Po. Po, është ja të tërë fiksuar të blejnë shtëpi këtu. Po. Okej, po të kemi të shesim na i blejnë. Dhe thot që ky presion i vazhdueshëm, sipas studimeve, sjell probleme ekonomike, sepse paguan dhe në vendlindje, se shumë sforcohen, te lodhje psikologjike, që anglisht quhet burnout, që nuk përballojnë dot më dhe jep aty, jep tu, merru me se ka dhe diçka shumë duke qenë se nuk dajnë mos mërzisin prindrit, vajza apo djem nuk dajnë jetën e tyre atje shumë, streset mund të ndajnë, për shembull si vajza e parë që paguajmë kaq, s'paguajmë kaq, punoj këto sukseset, po streset nuk i ndajnë dhe mendoj sikur është një jetë roz andej. Pra është një punë, ka strese të vogla, por është diçka roz, që vetëm ecën kështu si një ujë i qetë, si një lum i bukur i qetë. Dhe ndërkohë edhe kjo është një gjë tjetër, një fenomen shumë i zakonshëm që ndodh, që sapo e the, ata nuk duan të flasin me familjarët për të mos i shqetësuar. Dhe këtë gjë e dëgjoj shumë, ndërkohë që nga ana tjetër telefoni bie pa pushim për probleme, shqetësime që mund të zgjidheshin edhe pa ja kaluar. Pra unë dua ta shtoj shumë këtë pjesën e ndjeshmërisë që të kemi ndaj emigrantëve sepse mungon. Shikojmë sikur ata që kthehen me rrobat e mira kanë një jetë shumë të lehtë atje, por nuk është vetëm ajo shfaqja e parë që vjen, domethënë kur vjen dhe shikon. Ka shumë gjëra të tjera, sfida që ky emigranti nuk i tregon në shtëpi. Duhet jemi të ndjeshëm kundrejt, ndoshta edhe ta nxisim pak të flas
se çfarë kalon atje. Domethënë, komunikimi familjar nuk duhet të jetë ky, që unë nuk tregoj mos shqetësoj. Mendoj se duhet të jetë për të treguar, për të ndarë, që të shërbej, pra të shërbej dhe thjesht ndarje, jo patjetër të ketë një zgjidhje brapa, po të flasin, sepse kur flet të lehtësohet më shumë. Ajo. E drejtë. Nga presioni i vazhdueshëm shtyt dhe planet e jetës, nuk blesh shtëpinë tënde jashtë, sepse po kontribon tek shtëpia e prindërve këtu apo te një shtëpi që do blesh si një nga historitë dhe s'do jetosh kurrë. Domethënë, fakt që theti që e blen këtu dhe nuk jeton fare, ose nuk martohen. Mund të ketë sidomos ka çuna që e shtyn martesën sepse duhet të kontribojnë këtu. Po. Dhe në fund thot distancim emocional nga familja. Pra të bëhet rutinë, familja bëhet pjesë e rutinës, por nuk e ke kështu emocionale. Të distancohesh, domethënë është një lloj formesh ose shprehje që ti nuk zgjedh fjalën ta tregosh, që po më mërzit, po të vësh kufin, por e shmang. E shmang edhe pastaj thon çfarë ndodhi. Pse u distancove? Dhe neve kemi parë në programe tjera sepse unë jam edukuar shumë këtu, jam edukuar shumë dhe falteje në gjithë këto episode. E kemi parë në programe tjera që mungesa e komunikimit mes prindërve dhe fëmijëve në këtë vend është shumë e shpeshtë. Do të thënë është parë gjithandej dhe ne po mundohemi nëpërmjet programit tonë që ta ndryshojmë pak, që njerëzit të ndërgjegjësohen pak se sa e rëndësishme sidomos nënat e reja është të krijosh një ur komunikimi me fëmijën, që dhe fëmia një ditë të thot ty që mami realisht sot nuk mundem dhe ti jesh okay me këtë gjë. Unë këtë muaj nuk kam mundësi të t'jap lek, por nuk kam asgjë me ty. Mos e merr personale, mos u mërzit, ose nuk ta ngre sot telefonin sepse kam jetën time, do dal. Dhe mos u mërzit, nuk e kam me ty. Pra të krijohet ky lloj raporti që në një moment nga prind fëmijë bëhet shoqëror, edhe bëhet me dy adultëve, sidomos në moshën e adultëve, është shumë rëndësishme. Është ky raport që është shumë i vështirë në Shqipëri, që të jenë dy adultë. Domethënë është adult edhe pra ky lloj edukimi, pra që fillim. Mendoj se duhet të gjejmë formën tonë të vendosur të limiteve, sepse jashtë nuk mund nga jashtë nuk mund të mësohet, siç perceptohet në një kulturë perëndimore, është e vështirë të aplikohet direkt këtu. Ai limiti i vrazh, domethënë, është këtu mos hy. Qartë. Duhet kemi një lloj tjetër qasi. Tani u mendova dhe paragjykova që histori, duke qenë se neve na vijnë shumë histori dhe ju keni parë vetë që programi zgjasin në 3-4 orë dhe ne ato janë histori që ne përzgjedhim se ka edhe të tjera. U mendova në fakt dhe kjo ishte pak e çuditshme dhe befasuese për mua, por pastaj kuptova pse, që unë ne do të kishim shumë njerëz, jo histori, njerëz që do donin të flisnin në këtë temë. Por ishin kajil të flisnin për burrat e dhunshëm. Pra ishin kajil të flisnin për çdo gjë që ka lidhje me veten e tyre. Veten e tyre si dhunohet, si keq trajtohet, si vuan, por me vuajtjen me të vërtetën e tyre në lidhje me familjen, e kanë shumë të vështirë të flasin. Siç e pam në rastin e Diamirës që filloi shumë mirë, siç e pam në rastin e parë. Pra këto janë raste që thash nga ato temat që ne nxjerrim direkt do të pse shkruajnë. Se po s'kishte gjë të shkruanin. Por shumë të tjerë përgjigja ka qenë shumë e thjeshtë. Nuk duam të flas me telefonin. Thash as anonim, nuk duam të flasim as anonim sepse janë prindërit e mi. Dhe nuk e them dot. Pra e kanë të vështirë dhe nuk e pranojnë dot vetes që të thonë që mua prindrit apo prindrit e mi po më mundoj financiarisht. Dhe un jam shumë e sigurt që nëse ne do bëjmë temën nëna më dhunon ose babai do ta thonin, por kjo gjë më bëri shumë përshtypje. Ktu e kishte shumë të vështirë. Do të thënë ishte një ndjenjë faj shumë e madhe, si do dal unë të flas për prindërit e mi, që unë u ankoka këtu, që pse ata kërkojnë lek nga mua, nuk sepse është edhe ta thuash me fytyrë, edhe ta thuash me fytyrë këtu të dënojnë të gjithë, që unë s'dua të jap lek prindërve tash, po nuk kam mundësi vet. Kupton? Po është ndjenja e faj dhe dënimi është kaq i madh, është një dënim i pasqaruar pse, saqë ishte shumë e vështirë. Dhe është vazhdon e vështirë dhe kjo është një emision që historitë janë shumë të buta. Ndaj një histori shumë të vështirë, ja vodha vajzës, ja vodha, i kërkoj ndjes, kam ndryshuar pak vendlindjen dhe ja 2 detaje, por kjo është histori e vërtet, sepse nuk donte ta thoshte, por ama çarçaf në DM tek faqja ime. Çarçaf. Hapen. Sa i thua këtë, absolutisht të reqi, jo, u s'flasot për prindërin, u s'flasot për vllajën, jenë vetë ti, pra ishte shumë interesante. Atëherë, kjo është një histori anonime, unë nuk preferoj të lexoj letra anonime, vetëm ndonjëherë kështu të shkurtra, por doja ta lexoja këtë sepse është pikërisht një situatë shfrytëzimi. Kjo vajza jeton në një shtet evropian, në një kryeqytet madh, metropol evropian, është në të 20-tat, ka motra dhe vëllezër, janë shumë fëmijë. Ajo thot që motrat e tyre të mëdhaja e kanë mbyllur pjesën e ndihmës financiare.
Ka mbaruar puni, ka ardhur radha asaj. Ajo jo vetëm që çon lek tek prindrit, por shlyen borxhet e bixhozit të vllajt, i cili ka dhe familje në Shqipëri. Dhe thon nga 80.000 euro që kishte kursyer që ka lënë për to, i ka ngelur dhe 4.000 euro. Pra ka shlyer gjithkohës borxhet. Dhe tha që punën e ka të mirë, por është detyruar të ndryshojë shtëpi, të jetojë në lagje më pak të sigurt, sepse në këtë metropol europian ku është ajo, nuk është shumë i frikshëm, domethënë periferia, të heq dorë nga gjërat estetike, të shkurtoj udhëtimet, vetëm për të ndihmuar vllajin. Dhe vllai ka jo një moshë madhore, po nuk dua ta ashtu, po është goxha, është burr. Dhe kur e pyeta pse e bën këtë, tha, e dua shumë, tha, dhe nuk të ndjesha motër e tmerrshme mos e bëja. Tani pyetja ime është, po ky vlla, pse nuk dihet i tmerrshëm kur e kërkon këtë gjë? Tek motra, që është 20-at, edhe super kinge, te 20-at që ka sakrifikuar që jeton, pse nuk dihet ai i tmerrshëm? Kjo është pyetja ime. Ai ka varësi. Domethënë ka varësi ndaj bixhosit. Pa. Duke qenë se është një varësi, është jo koshient akoma për, domethënë, shkaqet, pasojat që u jep të tjerëve. Për veten bie në kontakt me fajin, por është shumë e pandjeshme për pjesën tjetër të familjes, dëmin që u shkakton atyre. Kështu që ngelet në atë bllokimin e vet. Por ndihma që u japin personave me varësi duke shlyer borxhet, siç ndodh në këtë rast, nuk ndihmon, vetëm sa e mban aktive sjelljen e varësisë. Ai duhet të fillojë të merr përgjegjësinë. Këtë gjë e bëj këtë diskutim kur kemi këto raste në terapi. Domethënë ndihma që u jep dhe faji që ndjen personi për të mos i dhënë para, vetëm sa e mban aktiv çështjen që ai ta vazhdoi, sepse nuk ndalon nëse nuk merr një përgjegjësi mbi sjelljen që po bën. Ajo ka frikë edhe pjesëtarët e tjerë të familjes, nuk do që të ngarkoj motrat e saj, e ka marrë këtë rol duke qenë se vllai është i paaftë që të mbaj veten ekonomikisht, motrat e kanë mbaruar përgjegjësinë dhe kjo ka dhe vllajin, ka dhe familjen, është dhe vetëm në një metropol shumë të shtrenjtë, nga më të mëdhtë e Europës. Kështu që të gjithë dhe ka kursyer jetën e vet për vllajin. Dhe un kam një pyetje që ti e the edhe pak më parë. Si mund t'i thuash jo në një kulturë që ta merr si të mirëqen të qenit vlla, motër, ndihmë, familje? Si mund ta thuash? Si mund ta gjesh këtë jo në Shqipëri? Jo, në këtë rast duhet të thënë jo automatikisht, siç ndodh jashtë. Po, nëse flasim për raste ku familja në mënyra indirekte apo direkte bëhet me ty marrës i vazhdueshëm, ti vendosesh në situatën ku ndjen faj, jemi duke krijuar një situatë manipuluese dhe këtu joja duhet të vijë me përshtatje sipas familjes. Pra, së pari, siç e tham në rastin e parë, të heqim pak atë kohën e telefonatave. Nëse telefonatat janë të shpeshta, nuk mund ta bëjmë direkte, ose nëse ja shpjegojmë personit tjetër nuk do ta kuptoj, por ndonjëherë sjellja bën që të ndryshoj personin tjetër. Pra ti duke i ulur numrin e telefonatave, edhe personi fillon edhe i ulet ajo ndjesia për ta marr telefonin. Për shembull, kjo është një që mund të vinë në mënyrë graduale. Sepse un kam vënë re ballafaqimet, pra kur personi fillon dhe mësohet, si ti thotë jo, bëhet e vështirë, shumë e vështirë praktika. E tha dhe vajza pak më herët. Demira. E ka shumë të vështirë, domethënë ta bëj këtë pjesën e jos, por ndonjëherë me sjelljen është pak më lehtë, që ti e fillon dhe e stërvit sjelljen tënde, pra ti të mos e ushqesh. Ose ka persona që ndihen keq për të thënë jo, për të mbuluar një punë. Në fundjavë kanë ditën e pushimit dhe dikush i merr telefon, mund të më vish të më ndihmosh? Edhe kanë bërë këtë për vitesh. Dhe bëhet një lloj, domethënë sjellja jote që të mund të mëson personi tjetër. Por duke e ulur sjelljen, personi fillon dhe kupton që ky person pas ka dhe nevojat e veta. Edhe ulet. Pra, këtu në Shqipëri është më e vështirë me fjalë që mund të vijë vendosja e kufinjve. Që jam me zëmë dhe mund të gënjesh pak. Jam me zëmë, jam gënjeshtrat e bardha, po, që shmangin pikërisht ndjenjen e fajit, sepse ky person e ka për shumë vitesh ndjenjësinë e fajit. Dhe duke bërë në këtë formë ti fillon dhe i jep një lloj drejtimi. Pra, kjo është gjetur si një zgjidhje për shumë situata dhe kam parë që ka vërtet sukses nëse ti e aplikon në mënyrë atë. Jo, duhet të ketë patjetër dhe unë jam pro që të bëhet kjo, dhe po të dëgjojmë me vëmendje sepse ne si kom fjalën nuk e kemi shumë interesante. Kalojmë direkt në shef sepse mbledhem shumë emocionale. Është një tjetër gjë që merr shumë gjërat personale. Këtu. Me fjalë, po, merr shumë personale dhe ti vet, dhe sidomos u ndodh shumë njerëzve të mirë
që prishin komplet me të tjerë. Sepse ti ke dhe dijen e fajt, ke të justifikimit, duhet justifikosh sepse ti as vetë nuk e beson që do këtë gjë dhe ngatrosh me fjalët e tua, dhe më ndodhe mua, kjo ngatrosh me fjalët e tua dhe fillosh bësh nervoz dhe nxjerr gjithë gjërat që ke brenda 3 sekondave dhe tjetri pastaj ballafaqohet me thot ky çka ka me mua ose dhe e ha ti domethënë në fund të ditës se e ha ti me gjithë emocionet e tua dhe ti je fajtori dhe mënyra sjelljes sënde është e jote që je arrogant. Po kjo arroganca ka ndodhur pikërisht nga mungesa e komunikimit. Dhe unë shpesh mendoj që arroganca në sjellje ose këto sjelljet impulsive nuk janë detyrimisht, sepse e kam shumë problem kur keq trajtohet shumë në televizion apo në reality show. Nuk janë detyrimisht sjelljet e njeriu negativ. Nuk ndodhin shumë njerëzve të mirë që kanë të pamundur ta komunikojnë këtë gjë. Dhe ne këtu e kemi gjithmonë të pamundur ta komunikojmë këtë gjë. Nuk e di pse garkojmë personalisht. Po nuk do thotë që ne vetëm përmes sjelljes duhet ta vazhdojmë. Kjo mund të jetë me persona të caktuar që nuk e kuptojnë, pra ti e di që prindi yt nuk mund ta kuptoj nëse ti ja shpjegon që po shkel nevojat e mia. Në këtë rast duhet kjo. Prindi që s'e ka kuptuar që ta ka kthyer ti ndryshe dhe ti e ndier inferior dhe nuk një formë tjetër. Por në rastet më të tjera, patjetër që duhet të mësohet. Pra nëse kemi fëmijë, ne do të fillojmë ta ndërtojmë komunikimin, pra të kuptojmë nevojat, i respektojmë nevojat e njëri tjetrit, të kalojmë në këtë nivel. Nuk do të thotë që ne duhet qëndrojmë në nivel sjellje. Komunikimi patjetër do ndihmon të shpreh emocionale. Do them edhe këtë Dalina, ndoshta po zgjasen, por është shumë e rëndësishme të kuptojmë që kemi dhe familje, siç e tha, manipuluese, por kemi dhe familje ku kemi rezistencë emocionale, kemi një lloj familje të ftohtë. Pra që nuk mësohet, nuk komunikohet, nuk dihet se çfarë është emocioni. Jo vetëm nuk flitet, por nuk dihet se çfarë është, nuk di diferencën mes emocioneve, kush është ky tjetri, si përjetohet. Edhe duke mos i dhënë as emër emocioneve bëhet akoma më vështirë të punohet. Po çfarë lloj familjesh se këtë për shkak për ata që se kuptojnë. Kenë parasysh prindri që nuk dinë të ftohtë, ti shkon i thua, "Ma, kam kaluar këtë gjë në shkollë, ba, kam kaluar këtë gjë në shkollë" dhe një lloj neglizhence, një lloj mospërfillje të emocioneve, të situatave, nënvlerësim, zhvlerësim të emocioneve të tua. Dhe janë familje që nuk krijojnë raport, por nuk mësohet emocioni aty. Janë thjesht statike. Ka një hierarki, babai, mamaja, kanë rolet e tyre të ndara dhe fëmijët që duhet të zbatojnë ato që u mësohen dhe kaq. Pjesa tjetër nuk ekziston. Emocioni nuk ekziston, pra nuk njihet. Edhe janë familje shumë problematike, krijojnë shumë shqetësime të mëvonshme dhe këtu vendosja e kufinëve është një tjetër sfidë. Po nuk e kam të thjeshta fëmijë kur janë imigrantë që mos shqetësohen nga këto familje apo shqetësohen me këta? Kanë rregulla pastaj që ti duhet për të qenë pjesë e familjes duhet të kesh këto standarde, këto plotësime. Domethënë nuk ndalon aty. Pra, nuk kemi emocion, por kemi kërkesa. Pra, nëse ai ka shkuar në Harvard, ndoshta është mund të jetë një arritje, mund të jetë certifikate që për të qenë pjesë edhe familjes. Më kujtojnë filma kështu Hollywoodi, prandaj, po jo histori shqiptare. Atëherë, historinë e pestë. Historia e fundit sot është DJ Genti, kemi një DJ, por nuk do luaj muzikë, kemi në video call, jeton prej 23 vitesh jashtë, ka ikur me familjen që 14 vjeç, por thotë që ndihmon të afërmin në Shqipëri, xhaxhain, dajën, gjyshrit, kushërinë e parë, 23 vjet, 2 dekada, ai tani duhet të kishte harruar shqipen me këto llogaritje, dihet se ka për detyrë. Genti, Përshëndetje. Përshëndetje. Si je njerë, ku je në studio? Po, tani jam unë në studio, unë sepse studion e kam në shtëpi praktikisht, dhe jam në studio, po jam në shtëpi. Tani ti ke 23 vjet në Itali, ke ikur që 14 vjeç. Po, këtë vit bëj 23, eksaktësisht bëj 23 vjet në fund vitit. Po, shqipen e fliske perfekte, se të ikësh 14 vjeç fillon edhe merr pak nga ato italiane. Vullneti dhe dashuria për Shqipërinë dhe unë ka bërë që ta praktikoj shumë dhe mas ta le mas dore. Duhet jetë patjetër dhe lidhja jote e prindërve që kanë me vendin, që ndoshta kanë ndikuar. Po, absolutisht po, por besoj që është diçka shumë edhe personale, sepse edhe nga vëllezrit o ku ta di nga kushërit që janë këtu prej shumë vitesh, mbase nuk e kam njëjtë ndjeshmëri, por besoj që është diçka shumë personale kjo pjesë. Duke qenë se ti ke ikur dhe një herë 14 vjeç, nga tu krijua kjo dëshira për të ndihmuar kushërinjt se kryesisht domethënë kur flasim për ndihmën që imigrantët japin familjeve, në pjesën më të madhe janë
immediate, siç i thuaj, pra nëna, babi, vllai, motra, kurse unë në historinë tënde dëgjova për një xhaxha, për daj, gjyshi dakord, po kush rinte parë. Të themi drejtën, ajo pjesa më e madhe, unë besoj se çdo shqiptar që ka ikur para shumë vitesh nga Shqipëria, kur situata që ka lënë pas ka qenë goxha si ta themi vështirë nga pikpamja ekonomike, unë besoj që e ka këtë ndjeshmërinë ta ndjej një farë detyrimi për të kontribuar sadopak në vendlindje. Ti ndihmon shpesh, kë ndihmon në Shqipëri? Edhe çdo të thënë di për ty. Atë që bëj unë nuk do ta konsideroj as ndihmë, sepse jam thjesht diçka e pakërkuar nga pala tjetër, po thjesht ajo që ndjej unë personalisht kur shkoj, madje vitet e fundit shkoj edhe shpesh herë, sepse ku ta di unë, kjo ndjesia, siç ta thash më parë, më shumë kalojnë vitet e më shumë e ke atë mallin për vendin, edhe shkoj shpesh herë, por thjesht nuk është se nga ana tjetër më kërkohet mua apo se neve që jemi këtej që t'japim një kontribut. Është thjesht një dëshirë që vjen nga vetvetja. Të pëlqen kur shkon edhe jep dhurata, kur merr falënderime në mënyrën se si ata ndjen, të pëlqen kjo ndjesi që merr? Patjetër, jashtëzakonisht shumë, sepse edhe nevojshmëria që është atje është më e lartë se sa ajo që mund të kemi ne nevojë këtu, por për me patur një dorë apo për me na dhënë dikush një dorë. Kështu që kur shkon dhe bën një gjest, sado që i vogël të jetë gjesti, është na bën që të ndjehemi shumë mirë. Ti këtë pjesën e kontributit që jep, sido që t'jetë në familje kur shkon në Shqipëri, e ke gjetur vetë tek vetja këtë dëshirë, apo edhe prindri ka qenë gjithmonë dëgjojnë nëpër shtëpi që kur të kthehemi ne ti çojmë xhaxhai, ti çojmë tezes, ti çojmë hallës një gjë, ti ndihmojmë këta. Pra e dëgjoje si dialog nëpër shtëpi apo e ke zbuluar vetë brenda vetes? Në familjen time, domethënë kjo ka ekzistuar gjithmonë, që nga prindrit, ai fakti siç e përmendë ti më parë që nga momenti si shkohet në Shqipëri duhet dhënë një kontribut vllajt apo xhaxhait apo dajës e ku ta di unë, por besoj që një pjesë e madhe është shumë personale kjo, ajo që ndjen ti personalisht vetë që duhet ta bësh diçka. Unë ndjeva një fis shumë të madh tek ty. Lidhje shumë e madhe, se tash është bërë dhe vështirë që të mendosh për xhaxhain e dajën e se thash gjyshit po, për çunë e tezës, çunit të hallës, pastaj në këtë fis kaq të madh, në këtë lidhje kaq të mirë që keni me njëri tjetrin, ke ndjerë zhgënjime? Nga zona tona thot nuk ka pyll pa derë. Kështu që sado që fisi të jetë i madh, sado që ku ta di unë të jena, është ai më i miri, po është ai pak i mirë. Kështu që zhgënjime nuk do ta thoja, por në një farë mënyre, siç kemi patur nga ana tjetër shumë admirime, mbase nga krau tjetër kemi pas më pak admirime për mos i quajtur zhgënjime. Genti, unë ndërkohë që po kërkoja dhe po lexoja për pjesën e lidhjes së emigrantit me familjen në vendlindje, më pëlqeu diçka dhe nuk e di pse e lidha me historinë tënde. Që ndoshta nuk ka lidhje, po doja të më ndihmoje ti. Ishte një që quhej miti i herojit. Dhe thoshte, shumë familje e mitizojnë emigrantin duke portretizuar si të fuqishëm, zemërgjerë, të pasur, dhe kështu thot krijojnë pritshmëri toksike. Dakor, ti thua që familja në Shqipëri nuk ka pritshmëri nga mua, por mund të ekzistojë, ndoshta e ke ndjerë ti atë ndjesinë që ti vjen se ti ke ikur që 14 vjeç, je DJ, je i suksesshëm. Sa herë që shkon atje, ato të veshin në një, mund ta kesh ndjerë ti ndonjëherë që të kanë veshur në një petkë mbreti. Pra që kur vjen ti ke ardhur me një sukses, ke ardhur me një kulturë italiane, ke ardhur si i huaj, je diçka më ndryshe. E ke ndjerë këtë gjë kur ke ardhur këtu? Përësisht ishte, se ta them unë thjesht fare, është si ai njeriu interesant në dasëm në Shqipëri, që është ai që ka ardhur nga jashtë, po ai që ka ardhur nga emigracioni nga Athina që ka 2 vjet. Po them ai që ka vite atje, gjithmonë ai i huaj. Këtë e ke ndjerë ndonjëherë këtu që mund të kesh ndonjë lloj admirimi të veçantë? Absolutisht se po, si që përshkrove ti mirë, fakti që ne duke shkuar, sidomos në fillim të kthenim 2-3 herë në vit në Shqipëri, nuk shkonim kaq shpesh si tashmë, edhe kjo pjesë na ka bërë që të ndjemi vërtet shumë, të ndjemi nuk po them se ai mbreti i veshur apo i në atë mas, po respektimi ose një farë perceptimi ndryshe, po, kjo më ka bërë shpesh herë të ndjem,
edhe duhet të them që është një ndjes shumë e mirë, shumë të bën krenar dhe për ato pak gjëra që ne mbase këtu në emigrim kemi ndërtuar, kemi bërë ndër vite. Po është interesante pjesa e këtij gëzimit vogël që marrim ne në Shqipëri, është shumë interesante dhe do të them vetëm një fabul shumë të lezetshme me njerëz të famshëm në botë shqiptar që e kishin gëzimin nga miratimi që merrnin në vendlindje. Po dhe prandaj e ceka. Gendi po ke ndjer ndonjëherë dhe trysninë e kësaj pritshmërie? Pra çfarë do ndodhte për shembull nëse familja këtu do merrte vesh që ti po kalon e zëm nuk je më digjet, ka ndodhur një dramë në punë në Itali, apo ka ndodhur diçka dhe ti ke ngelur e zëm ke falimentuar, ke një biznes ka falimentuar. Për shembull, të shkon mendja, a do vije në Shqipëri ti dhe do e thoje kam falimentuar? Po ta bëj pyetjen e thjeshtë. Për shembull, nëse ti do kishe një problem atje, si do ta mendoje ti, si do ta shije sjelljen e njerëzve këtu? Po ta vizualizoje, do ta kishe të vështirë të vije pa rrobat e shkëlqyeshme ndonjëherë në Shqipëri? Sigurisht që po, sigurisht që mos të kesh rrobat e mbretit dhe të kthehesh atje ndryshe është pak më e rëndë dhe më e vështirë, por duke patur nga krahu im njerëzit e mi të afërm që ata në çfarë do lloj situate do ta mbështetnin atë humbjen time ose po themi falimentimin tim, prapë se prapë nuk do ta kisha ndjer veten kaq të, si të themi, të humbur ose të falimentuar. Ke ndonjë moment në jetën tënde që ti e ndjer keq, pra sikur të tjerë të kanë përdorur faktin që je emigrant dhe të shikojnë pra siç po e thonte Dalina me atë petkun e mbretit, pra ti sikur posedon disa mundësi atje ku je që mund t'i mundësosh të tjerëve mundësi të tjera, pra me pjesën ekonomike e kemi lidhur sot më shumë. Pra ke ndjerë ndonjëherë që je ndjer i përdorur? Nuk do të përdor fjalën përdorur, por më shumë do të përdor fjalën në një farë mënyre i zhgënjur në thojza nga dikushi që mbase prisje pak më shumë ta themi respekt ose pak më shumë ndjeshmëri ndaj asaj që ti në këtë rastun mund të kisha bërë ndaj atyre personave. Jam një pjesë e vogël e personave, por unë besoj se çdo kush nga ne e ka këtë pjesë që jo gjithë njerëzit që kemi përreth, përkundrazi janë të shenjtë, le ta themi kështu. Okej. Shikoj që ke një qasje shumë pozitive, domethënë ndaj njerëzve, ndaj mënyrës se si e shikon dhe nuk e di kur të kthehesh këtu raportin me ta. Kjo është shumë okay. Por ne po mundohemi të gjejmë ndoshta përmes historive, absolutisht, mundohemi të gjejmë edhe raste kur emigrantët ndihen të përdorur në fakt, edhe pse nuk më pëlqen as mua të them këtë fjalë, por e dëgjoj shumë, domethënë e shikoj shumë në raste të tjera. Unë them drejtën nga rrethi i shoqërisë time e kam dëgjuar dhe me fakte konkrete këtë pjesë, po fatmirësisht në rrethin tim dhe në familjen time, kjo ndjeshmëri ose kjo fjala në thojza i përdorur është besoj gati e panjohur, fatmirësisht po them. Por duhet të them tek ajo që në rrethin e shoqërisë tek disa shokë të mi, për shembull kam dëgjuar shpesh që fakti kur ata kthehen në Shqipëri, mbase një pjesë e madhe e familjarëve të tyre nuk shohin momentin që ata të arrijnë në Shqipëri për të investuar, për të blerë diçka, për të shtuar një dhomë, për të bërë diçka tjetër, kështu që po, unë e kam ndjer nga shokët e mi, po fatmirësisht nga ana ime këtë pjesë nuk e kam ta themi nuhatur akoma. Ta shokët e tu të cilët ishin domethënë ndjen në presion që duhet të shtojnë një dhomë tek shtëpia e prindërve, duhet t'japin këto lekë, duhet ndihmojnë për një faturë spitali. Këta ke ndjer edhe bravo, saktësisht. Jo ke ndjer jo pjesën e vështirësive financiare që ato mund të kenë në vendin e tyre ku punojnë. Pra që nuk e kanë pasur të lehta bëjnë këtë, po duhet ta bëjnë, po ndërkohë kanë qenë ngushtë financiarisht. Ke histori të tilla? Se duket domethënë edhe kur tregon një histori duket gjithë sikur marrin 200.000 euro në vit, domethënë minimumin. Absolutisht që po, edhe përkundrazi jo shumë kohë më parë më tregonte një shok që
Mudesh që unë të lija diçka time në mangët që mos ta bëja, sepse në Shqipëri kisha këtë hall, këtë problem dhe doja patjetër që jo, mbas ai sepse kishte edhe prindrit në Shqipëri dhe detyrimi ishte akoma më i madh për të, edhe tha që unë mudesh të lej diçka time në mbrapa, mos ta bëj tani, por t'ju jap një dorë atyre sepse vështirësia financiare që kanë në moment më duhet patjetër që t'i ndihmoj. Kështu që çdo kush, unë besoj se historitë janë të ndryshme, por historia e çdo mërgjimtari, unë besoj që ajo detyra, ndjeshmëria për të dhënë një dorë sa do të vogël për të kontribuar atje në Shqipëri, sepse dikush ka prindrit, dikush ka vetëm gjyshurit, por mbas kësaj unë besoj që ne emigrantët ndjehemi gjithsesi në një farë mënyrë të detyruar për të dhënë një dorë. Gendi, shiko, më fal, të pres. Ti je i djalë goxha i zgjuar dhe i suksesshëm dhe goxha i artikuluar. Kështu që unë do doja që të bëja një pyetje tani për te historisë tënde, një pyetje që ndoshta ka të bëjë dhe me vëzhgimin të njerëzve. Tani kur flasim me këtë detyrimin që kemi ndaj familjeve, duke hequr familjen imediate, pra familjen nën baba. Kur flasim për këtë detyrim, kjo është një fjali që kemi thënë që nga viti 1991 që kur morëm në Mars, Anijet apo në Korrik, i hypëm atij murit në Gjermani. Ishte një detyrim tërësisht i justifikuar. Lam prindër këtu me qumë shplur, lam fëmijët. Kështu që patjetër, tani në 2025-ën që Shqipëria është zhvilluar. Nuk ka të bëjë se ke frikë ta thuash të se kur bën reklam një parti apo jo, tani ai partia fitoi, mund t'ja bëjmë reklamën, kollaj nuk kemi në fushat, por për te kësaj është një Shqipëri shumë e zhvilluar. Dhe ju si imigrant tash, ndoshta edhe nga vëzhgimi yt, mund të bësh dhe një analizë, meqense dhe ti je i fundit sot për natën e sotme, kur ju shihni një, pra, nga një anë keni ankesa, dhe nga një anë është kjo Shqipëria, që ka mundësira. Dhe ka realisht, ka mundësira, ka punë. Ka ndodhur raste që kur i vini në peshore nuk ju bëjnë sens, ose a keni menduar ndonjëherë që edhe ky detyrimi moral që keni diku duhet të ndaloj, se ndoshta po shfrytëzohen këta emigrant edhe kur tash ka mundësi se ka prindër të pleq që janë prindër pleq dhe pensioni sa do ta thot kryeministri me 20.000 lekë rrit, këtë po e heqim, por që ka mundësi këtu për të punuar tani, ka mundësi pafund për një 18 vjeçar, 20 vjeçar që mos marrë lek nga familja ndej, ka mundësi për blesh çdo lloj rrobe, ka pafund mundësira këtu. Kështu që keni ndjerë ndonjëherë ose në historitë e shokëve tuaj të gënjyer apo të mashtruar për gjëra që juve e ndjeni që nuk janë më njësoj, po s'dini se si ta, domethënë ta updateoni, siç i thuhet edhe në kompjuter, update informacionin. Kjo faktikisht pa dalë deri tek shokët e mi nga pjesë, unë jam goxha shumë kritik për sa i përket faktit që ti përmende, që Shqipëria nuk është më Shqipëria e vitëve 90, Shqipëria ku detyrimi ishte absolut për të emigruar. Shqipëria sotme, unë ta janë fjalët e mia dhe çdo herë që shkoj në Shqipëri, që vi atje, ua them njerëz vetëm të afërt mi. Shikoni njerëz sepse oportunitetet, mundësitë në Shqipëri i shoh unë që vi nga jashtë, që çdo 3 muaj ndryshon diçka. E shoh që ka një oportunitet, ka një mundësi të pafundme, që rrogat janë rritur, mundësitë e punës janë të mëdha. Domethënë, edhe nga kjo pikpamje, unë besoj që është shumë e vërtet zhvillimi që ka ardhur sidomos në këtë dekadën e fundit. Unë për vetë time personalisht e kam nohatur shumë këtë pjesë, kam vënë duke se ka patur një zhvillim nga pikpamja financiare, natyralisht, pastaj njerëzit tonë, po janë çmimet, u rritën çmimet, në kompensim me rrogat çmimet janë të refishuar, dakor, por duhet me pa gjithmonë atë anën si thot të medaljes, të mirë të medaljes, jo vetëm atë anën negative. Edhe nga kjo pikpamje unë besoj se çelësi kyç i kësaj është mungesa e kulturës punës. Çfarë do të them me këtë? Do të them se edhe pse zhvillimi në Shqipëri këtë e fundit është absolutisht i rritur, për sa i përket kulturës punës, më shumë një person do thotë
preferoj të rri në shtëpi se sa të çohem në 7 të mjesit, në 6 të mjesit. Po pra, pas ju vjen keq për shembull po t'ishte ti në pozicionin e shokëve tu, se për shembull mua vjen shumë keq për kulturën e punës që në Shqipëri si punëdhënëse, më vjen keq. Po juve si emigrant, tash i rasti të është i përjashtuar sepse ti the që nuk ke këto probleme. Po të shokëve tuaj, nuk ju vjen keq juve për shembull shokëve tu që do sjellin lek për një, dhe po e them se vdes të përdor fjalë popullor që sa i derr, kupton? Për një vlla sa një derr që rri. Se kështu themi ne, edhe të flasim. Për një motër sa i derr që rri, po e themi. Prap, që gjen arsyetime, ndërkohë që ka call center, ka lidhje shtetit, ka 200 shkolla ku mund të shkojnë dhe ja i jep një lek, shkon në një universitet privat, mbaron atë diploma gjëra. Pra nuk i vjen keq, a ke dëgjuar këtë lloj keqardhje që tash ore këta puna fjalën. Të them të drejtën nga ana atyre që jetojnë në Shqipëri, nuk e kam dëgjuar në njëri që të thoshte unë po e bëj se s'dua t'i bim qaf vllajt apo xhaxhajt apo dajs apo kështu. Unë besoj se një pjesën kryesore kam filluar vetë ta bëjnë emigrantët tani. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them që nëse para 5 vitesh apo 10 vitesh një pjesë të madhe të fitimeve të tyre investorë i çonin në Shqipëri, vetë emigrantët tani më nuk e bëjnë këtë pjesë. Për 2 motive shumë të thjeshta. Motivi i parë, si një pjesë e tyre jo janë bërë familjar, jo kanë pasur kosto të jetesës dhe këtu që janë rritur, edhe nuk arrin do të bëjnë. Por motivi i dytë që është besoj më themelori është fakti që në Shqipëri, siç e tham më parë, ka oportunitete, ka mundësi për të marrë dhe për të punuar, për të marrë një rrugë të denjtë. Mjafton vetëm të vesh alarmin dhe të çohesh në mjes të shkosh te puna. Edhe kjo pjesë i ka bërë në një farë mënyrë emigrantët të reflektojnë, edhe të thonë, po priti sekond, se tani nuk është më Shqipëria vitet 90 ku s'kishin ku të punonin. Kanë punën, kanë mundësinë ta bëjnë, pse jo? Se duhet të jemi gjithmonë ne që të kontribojmë. Unë të falenderoj shumë Genti dhe jo më kohë të përdor edhe pak si një analist ose përfaqësues si imigrante, sepse kam qenë pak kritik. Jo, shumë mirë je në mendimin tënd dhe unë të falenderoj shumë, edhe të uroj më të mirat, edhe ti je shqyqyr që nuk i ke këto probleme, edhe jo ke me familjen. Edhe shumë mirë që ke familje të madhe që shumica shkonin shumë mirë, unë besoj shumë tek familjet. Në ditët e sotme, kërkojmë që të paktën në ditët e sotme kur është bëu goxha vështirë në raporti marrëdhënia e sa kërkojmë që të paktën në një botë kaq të vështirë ta lëmë një fjalë të mirë me gjithë. Po, faleminderit shumë. Shumë faleminderit për ju dhe suksese për programin. Faleminderit. Dhe në fakt me këtë telefonat që unë e përdora edhe si një formë analize, sepse në fakt ky ishte një program jo aq i gjatë sa programet e tjera, se siç thash ka qenë pak e vështirë, por prapë morëm informacion dhe prapë ato ndanë për të historira dhe prapë mundova të vita dhe do histori pak më dramatike. Kuptuam një gjë që në fund të ditës ky detyrimi, edhe pse është zbehur dhe unë ka stile ceka, se padyshim janë të dukshme ca gjëra. Edhe pse është zbehur, pra është i detyrim dhe nuk e kanë menduar, po ta vështresë se kanë menduar shumë, nuk e mendojnë. Nuk e kanë menduar, por po e mendojnë. Po e mendojnë shumë. Dhe që ta dish, do të dalit dikush të më thotë që janë bërë programe të tjera në Shqipëri me këtë temë. Do doja shumë ta dija, se unë nuk besoj që është bërë një program ever me këtë temë. Nuk e besoj. Dhe nuk është se ky është programi më i mirë për këtë temë, do doja të ishin shumë histori të tjera, por kjo mund të ndodhë më vonë, por nuk besoj sepse ne besoj dhe kemi frikë ta bëjmë të. Shumë parsorë tek shumë shqiptar, familja. Un kam zakonisht një ushtrim që zbulojnë vlerat, se futet tek procesi vetnjohjes, edhe gjëja e parë që shënohet është familja, kështu që bëhen mbrojtës, ndonjëherë më protektiv se ç'duhet, edhe kur në rastet kur babai, mamaja bëjnë gjëra të cilat nuk janë okay, pranohen dhe më thënë i hiqet ajo pjesa negative dhe shikohet vetëm aspekti pozitiv. Por nuk mendoj që është një gjë e shëndetshme as kjo. Duhet ballafaqohemi me realitetin. Vetëm kështu mund ta ndryshojmë ato që ngelin gjërat në të cilat ngelin edhe janë sistemet gabuara që vetëm përçojnë sëmundje, përçojnë shqetësime, duhet të ndalohen. Tani un kam edhe një fakt tjetër interesant, se sot jam gjithë fakte. Për ta mbyllur, sipas Bankës Botërore, dhe këto janë statistikat e fundit të 2022-shit. Po nuk është se do ndryshojnë shumë për këto 2 vjetet e fundit,
se po marrim që 2025 nuk është llogaritur, janë kaluar nga emigratët në familjet e tyre në vende me ekonomi të dobët si Shqipëria, rreth 800 miliardë dollar në total. Për shumicën e emigrantëve, sipas Bankës Botërore, lekët që ua kalojnë familjeve përbëjnë rreth 30% të buxhetit të tyre që është goxha. 30%. Pra një shifër e madhe që mund të krijojë një stres të vazhdueshëm për të gjeneruar të ardhura. Pra familjet këtu, të cilët vazhdimisht kërkojnë, nuk e din që ka dhe studime, se nuk kemi vetëm ne shqiptarët, janë siç ishin në Amerikën Latinët, janë kudo. Aziatikët, të gjithë, domethënë afrikanët, të gjithë pjesa më e madhe në këto 800 miliardë dollar nuk janë lekë të ardhura nga shtesë që bie nga qielli, bien kohë i gjejnë aty nëpër trotuaret e Parisit apo nuk e di, i fitojnë tek kutia postës në Gjermani, pra janë lekë që merren me punë, ndonjëherë me 2 punë dhe janë 30% e buxhetit që japin. Tani pyetja e fundit për një reflektim. Çfarë mund të themi ne familjeve shqiptare, Jona, në këtë rast? Kur kemi dhe këtë pasqyrë të dokumentuar që sa stres të vazhdueshëm krijon që të gjenerosh të ardhura për të ndihmuar familjet tu. Unë do thoja, e kuptojmë rastet kur është nevojë. Po. Më thënë që dikush ka nevojë, probleme shëndetësore, pa mundësi për të mbuluar minimumin jetik, por kur bëhet fjalë për lukse, gjëra të cilat kalojnë edhe nuk janë më për në shërbim të nevojave, por janë në shërbim të egos, mendoj se këtu duhet të kemi një stop. Mos kërkohet sepse e dim edhe duhet të jemi të ndjeshëm, më pëlqeu shumë fjala që përmend në fillim të emisionit, të jemi të ndjeshëm me emigrantin. Dhe si mund të jemi duke e kuptuar që edhe ai kalon vështirësitë e veta. Patjetër. Është diçka që duhet ta shikojmë edhe në anën tjetër. Do të thënë prindrit, kemi baballar që e kanë provuar vetë emigrimin, e dinë se sa e vështirë është, kanë hasur sfida ndoshta në stilin e jetesës akoma më riskioze, si për të shkuar në ambient në vendet e tjera, si për të jetuar në kushte shumë të këqija, kështu që e dinë se si është të jetosh atje, dhe e dinë se sa e vështirë është të integrohesh, dhe nuk mund të jetë një lloj, domethënë, kërkimi kur ti e ke provuar vetë dhe e di se si ndihesh të kërkosh fëmijës tënd, të kalosh të pjesë. Ka edhe një teori time që ndonjëherë neve kërkojmë shumë vlerësimin tek lodhja dhe sakrifica që të tjerë bëjnë për ne. Edhe e shohim shumë të vlerësim dhe nuk e kuptojnë që ndonjëherë për të vlerësuar tjetrin nuk është për ta ngritur dhe të thuash që të qash, siç e kam thënë herë të tjera që është fiksimi i jetës, ku shoh shumë burra sa është lodh nëna për mua gjithkohës, sa është lodh vllai sa ka punu, dhe babi im vdiq në ditët e fundit, duke menduar se si vllai vet punoi kur ai bëri shkollën, që është okay, po që e kishte gjithmonë këtë ndjenjën e fajit ndaj vllait dhe përmendi deri në fund të jetës dhe por ndonjëherë është bukur që ti lësh ata të jetojnë dhe ti thuash bë një pushim, mos hajde, bë pushim e kënaqur për veten tënde. Edhe kjo është një formë falënderimi. Ndoshta ndonjëherë është dhe më e fortë të mësojmë të artikulojmë dhe kështu, sesa të themi faleminderit që sakrifikon, sa i mirë, ja ky është burr tamam për familjen. Kjo është gos tamam që jep për neve dhe ndihmon. Ndonjëherë ti je gos tamam kur lëre ti jetoj jetën. Merr një kroçera, shkon në Norvegji me ato lek. Po që fëmia ti bëj këto, duhet të shikoj edhe tek prindrit që kujdesen për veten, më japin edhe pak vetë rëndësi vetes, se vetëm do kenë atë ndjesinë e fajit kur i provojnë vështirësitë. Ja rregulluar çik prindërit tani shqiptar, dalin shumë, bëjnë me autobusar, shkojnë në Rumani, në Europë, kështu kanë filluar. Se deri para ca vitesh i merrnin vetëm kështu si dado. Të rish majtas, djathas, prindërit shifnin, zgrinin kokën njerëz shifnin çfarë aeroporti ishin. Luanin edhe këtë pjesë që vjen keq për shumë prindër të shkret, por që luanin pjesën e ignorantit që refuzonin të mësojnë, qoftë vetëm lavatriçën apo lavamanin, dy gjëra dhe refuzojnë totalisht. Tani e ka ndryshuar dhe kjo është gjë e mirë. Pra unë them gjithmonë që Shqipëria ndryshon kur nëna ime ngre kokën dhe bën një fotografi sepse shkëmbi është i bukur, se s'e kemi pas bërë kurrë. Po e mbyll me këtë, është interesante, mendojeni, thelloni se po bëj si Ledion Liço në fundin me këtë batut. Kështu që po mbyllim për sot edhe do rikthehemi javës tjetër dhe javës tjetër unë mendova bashkë me stafin që të kemi një natë të hapur, open mic night, do të thënë mikrofoni i hapur që quhet, tamam mikrofoni i hapur. Ruaj këtë Elona, mikrofoni i hapur, që nga shumë e bukur, sepse kemi disa histori që janë pak të rralla dhe nuk dinim ku t'i përshtasnim, kështu që do donim që t'ishin njerëz me histori të ndryshme, me rrëfime shumë interesante të forta, por që jashtë secili ndryshe nga njëri tjetri. Pra një mikrofon i hapur dhe një terapi e hapur për të gjithë dhe leksione të reja. Faleminderit. Andale!